Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit të News 24 për të ndjekur emisionin e radhës Njerëz në Fokus. Sikundër edhe ju kam premtuar më herët, emisioni Njerëz në Fokus, televizioni News 24 do t'i kushtonte vëmendje të veçantë jetës pasi rifituan lirinë, të cilën e kishin vrarë më herët me apo pa dashje, dhe po flas për ato 10 gra të cilat rreth 3 javë më parë lanë qelit e ftohta të burgu 325 në Tiranë për t'ju rikthyer siç ato do donin jetës normale, jetës së dikurshme. Po a është ajo, a mund të jetë ajo si dikur, në cilin realitet jetojnë sot këto gra? A i ka pritur si që ata do donin familja? A i ka pritur po ashtu mirë shoqëria? Cila është situata konkrete e tyre? Për këtë do të flasim sot duke analizuar njëra pas tjetrës të gjitha këto gra që rifituan lirin fal amnistisë që u akordua me propozim të Ministrisë Drejtësisë, me propozim të Ministrit të Dorëhequr tashmë të shkarkuar, do thoja tashmë Manjani, dhe me miratim të Këshillit të Ministrave. Flasim për burgun e lirisë këtyre grave sonte, dhe pa humbur kohë do doja t'ju prezantoja me historinë e njërës prej këtyre grave. Ajo është Vera Camaj. Ndiqeni. Një vendim që ajo i quan të padrejtë detyroi të bënte 2 vite burg. 2 vite që e ndan nga fëmijët e saj jo vetëm brenda qelisë, por edhe tani që është në liri. Teksa la ambientet e burgut në 14 janar, Vera Camaj po vuan një tjetër heqje të drejte, atë të prindërimit. Ish bashkëshorti nuk i lejon fëmijët të jetojnë me nënën, ndërsa ajo vetë ndihet e kërcënuar nga familjarët. Një kasolle është e mjaftueshme, ndërsa dëshira e vetme është një punë për të mbajtur frymën gjallë. Si ndjesh tani je lirë, je jashtë kangjëllave të burgut? Kam bën 2 vite jashtë çdo rregut, çdo ligjit, por gjithsesi jashtë dikur do dalin drejta jon. Kam 2 fëmijë. Më kanë ndihmuar, më kanë përkrah stafi burgut, më në drejtoreshën. Për çfarë u dënuan? Për shfrytëzim për prostitucionit. Sipas jush kjo është e gjitha mashtrim. Është gënjeshtër, e gjitha është gënjeshtër. Është vetëm gënjeshtër. Tani jeni prej 3 javësh, jeni e lirë. Me çfarë po merrni? Ku po qëndroni? Më kanë ndihmuar drejtoresha me stafin e vet, edhe më kanë gjetë shtëpi, por në shtëpi nuk do ta bëj publike për arsye se janë kërcënime ditë natë. Vazhdojnë. Edhe mos ndje. Do të bëjmë, do të kthejmë, por ndoshta. Familjarët e mi, burrit, bashkëshortit, mundet me përzi edhe vllahën tem aty, por ai nuk është i Zotit, asa për mua, asa është për vetin. Po fëmijë? Fëmijën i kam taku pardje, jam nona me lumtur e mon botë mërta. Unë kam 2 fëmijën e mi edhe drejtoreshën. Tjetër nuk kam. Fëmija duan të vinë të jetojnë me ty? Pa tjetër se po. Pse nuk jetojnë? Nuk i kalon e jotit. Ndërkohë nuk jasni edhe një banesë për t'i marrë. Ja, do të kërkoj shtetit në më ndihmojnë me kasolle, edhe punë çfarë do lloj pune të punoj. A ke kërkuar punë? Kam kërku. Kam kënë të zyra punësimin në Shkodër 2 herë. Kam kërku këto ku ban nëj. Por nuk kam, s'ma kanë dhënë dorën. Mendon se të paregjikojnë se ke qenë e burgosa, apo pse nuk? Ja, nuk e din të tonë se kam dalë, por kam atë. Tham o bobo këtu, o bobo atje, por nuk është dhe gjë ashtu. Si e shihni të ardhmen tuaj? Çfarë do bëni? Mendoj me marrë 2 fëmijë dhe me ikdi, ka mu largu Shqipënijet krejt. Se këtu nuk ke rrugë. Ndihesh e kërcënuar? Po. Vera ka edhe një ëndër, të tregojë se është dënuar padrejtësisht, e për këtë arsye thotë se çështjen e saj do e çojë në Strasburg. Jo vetëm për të marrë dëm shpërblim, por mbi të gjitha t'i tregoj familjes së saj se është e pafajshme. Për Zotin ndjek ku t'jetë në tonë botë po. E shesh nuk i... Se është kaq e rëndësishme që ta? Du drejtën teme, nuk i kërkoj kurkuj leka gjë, veç du me dzirë fytyrën teme jashtë. Se ndjeni e tërpëruar nga kjo? Po. Veç du me dzirë drejtën teme, asë si gjë tjetër. Ja fali ditë si kam bon burg, ja fali lot, ja fali zë gjë, po fytyrën teme se fali. Shoqëria si u ka pritur jashtë? Për Zotin mirë. Cili është apeli që i drejtonin shtetit sot? Edhe një ta dua, nuk u du asë si gjë tjetër. Punë, veç t'jenë punë. Se punë e gjithësa.
Vera Camaj ka pranuar të jetë këtë mbrëmje pjesë e emisionit Njerëz në Fokus dhe unë pa prezantuar ende panelin e studios qendrore, dua të lidhem më njëherë me studio numër 2 të Njerëz në Fokus, aty ku është vendosur Vera Camaj. Mirëmbrëma Vera, faleminderit që je pjesë e rëndësishme do thoja e emisionit tonë. Mirëmbrëma, mirë të vëgjeta. Dua të kthehemi pak pas në kohë dhe ta nisim rrëfimin së bashku, ndonë se një pjesë ne e dëgjuam edhe përmes insertit që ishte përgatitur nga kolegja ime Vitore Ndoj, që e falenderoj, ishte gazetarja që ke bashkëbiseduar për orë të tëra. Dua ta nisim atje ku ishte dhe momenti më i bukur për ty, rifitimi i lirisë, apo jo? Më thuaj, kush të priti kur le qelit e burgu 325? I hena mirëmbrëma. Mirë të gjeta. Në pritja jeme ka bo vita me forcët e veta, me fjallën e drejtëreshës, se çdo gjë e ka bo ajo vetë. Drejtëresha bashkë me vitën. Drejtoresha e burgu 325. Po, Zoja Jakaj. Po, më thuaj pak momentin kur le qelit e burgu 325, kush të priti jashtë? Ka pritë një staf i Shekebeshes, që le falenderoj për çdo gjë që ka bën. Aja më ka lëndorën, aja më ka një mu. Më kanë strehu për 2-3 muaj edhe... Ndonjë nga familjarët ishte aty? Ja. Përse? Se thonë njëhen të pruar. Si, dhe njerë pse? Thonë ne ke të pru. Ata thonë se i ke turpruar familjen. Po. Kthehemi edhe pak pas në kohë. Shkojmë rreth 2 vite e gjysmë më parë, kur ti u dënove për një akuzë që ishte, nëse nuk gabohem, shfrytëzim prostitucioni, apo jo? Ashtë akuza, por nuk e pranoj. Po e di, asnjëherë nuk e ke pranuar këtë akuzë. As nuk e pranoj kur. Megjithatë, u dënove dhe hyre në burg, pra në burgun 325 në lidhjen Tiranë. Në Tiranë. Gjatë këtyre 2 viteve, ndonjë nga familjarët nuk ka ardhur të takoj? Ja. As 2 djemt? 2 djemt ju ka pru drejtëresha, se ajo për mu është gjoja më kryesore më që mund të kenë në botas për sot. Pra djemt ke mundur t'i takosh sa herë gjatë kohës që ke qëndruar në burg? 2 herë. 2 herë. Po. Djemt çfarë moshe kanë? 17 e 14. 17. Çfarë bisedash bënit së bashku? Po ata ndjeshin turpruar si pjesa tjetër e familjes? Ja. Na thonë e dim kusha mama, nuk janë të vërteta, nuk është të kjo në asizjon të që thonë. Vera, pse nuk e ke pranuar asnjëherë këtë akuzë? Pse mendon se të kanë akuzuar dhe dënuar më pas? Se është çdo gjë shkelje, është çdo gjë tridhim mashtrimi me të largu nga fëmia. Mashtrimi kujt? I njerëzve kota. Njerëz që nuk dinë që është shtëpia, që është familja, që është fëmia, njerëz rrugosha. Kush është personi që të pati denoncuar për këtë akuzë? Është anonim. Është një person anonim? Po. Si, ky person anonim telefonoi policinë dhe i thaj që Vera Camaj shfrytëzon njerëz për prostitucion? Po, unë në atë kohë isha në gjykatën e Shkodrës për punë të fëmijëve se nuk ishin fëmija pa shkollë. Nuk më ka marrë policia, më ka marrë fugon pasagjerësh. Në këtë kohë ti ke qenë me bashkëshortin, me fëmijët, pra një familje normale? Ja, isha divorcuar. Ke qenë e divorcuar? Po. Ke qenë divorcuar që në atë kohë? Po. Dhe jetoj në Shkodër, apo jo? Pasaportizimi jëtë është në Shkodër. Po. Aktualisht ti nuk do të bësh publik vendin ku qëndron, dhe mirë bën fakt, as unë nuk dua ta bëj publik, respektoj vendimin tënd. Vendin ku jetoj s'du ta bëj publik, se nuk du ta din askush vendin të më kurri. Fëmijët e din, gjithsesi, fëmijët kanë ardhur të takojnë. 2 fëmijë dhe nëna e din. Askush tjetër. Kur thuaj që familja thot se i ke turpruar, e ke fjalën për kë familje? Për familjen e ish bashkëshortit apo edhe për familjen tënde, pra për nënën, babajnë? Për familjen e bashkëshortit nuk e kam problemo për jashtë 2 fëmijëve mi. Po atër kë ke turpruar? Vëllan, motrat, askën tjetër. Po ata sot të takojnë? Ka bon thirrje vllai, por nuk është i vendosur. Nuk ka ardhur të takoj? Ja. Të vetmit që kanë ardhur janë 2 fëmijët, 2 djemtë tu? Po, 2 djemtë e mi. Po nëna? Nënën kam takuar që sa është e lodhën, është e shkatruar nga stresit, nga hati, nga vujtjet, nuk.
Nuk është në gjenje. Apo punon ti sot, Vera? Punoj është grima, një mëj këtë shoqotën si më ka strehua aty, që atë kemë nevoj shkoj e punoj, se ja, nuk kam gjithë e la punën stabil. Pra po paguash për punën që po bën apo jo? Ja. Nuk po paguash? Ja. Aktualisht ti nuk ke të ardhura? Ja, veç qam ka një mu vita. Po si jeton? Më ka një mu vita. Me ndihma? Më ka një mu vita. Po shoqëria, qoftë edhe në vendin ku aktualisht jeton, si të ka pritur? Më kanë prit shumë mirë. Ke krijuar miqësi? Po. Cili është pengu më i madh i joti, Vera? Po të drejtohem me ti, sepse le të themi tashmë mund të flasim në këtë mënyrë apo jo, sepse kemi biseduar gjatë bashkë. Është drejtësia. Pengu jot më i madh është drejtësia? Po. Si mendon se mund të arrish të kesh drejtësinë që kërkon? Menimin e gjojtë. Me? Menimin e drejtëresht mund shkapërcej çdo situatë. Çfarë ke vendosur të bësh në vazhdim, Vera? Për ta fituar këtë të drejtë që ti thua, ti nuk e pranon ende akuzën. Të gjej një dhomë dhe të marr 2 fëmijë të ecë përpara, nuk do ta kthej kokën mbrapa kurrë. Po, e kam fjalën për drejtësinë, e munguar për të. Çfarë ke vendosur të bësh? Do ta çaj kutien më larg më. Që është? Strasburgu. Deri në Strasburg. Mendon se mund t'ja dalësh mban? Do t'ja dal. E kuptoj. Mirë, Vera, faleminderit për këtë rrëfim të minutave të parë të emisionit. Doja që më vonë t'i rikthesha edhe njëherë komunikimit me ty. Faleminderit për momentin. Shumë faleminderit edhe juve. Ishte rrëfimi i Vera Camajt, e cila ka lënë qelitë e burgu 325 rreth 3 javë më parë, duke përfituar nga amnistia. Ajo asnjëherë nuk e ka planuar akuzën për cilën ishte dënuar, shfrytëzim prostitucioni, ishte dënuar, nëse nuk gabohem, 4 vjet e 8 muaj dhe ka kryer vetëm 2 vite e pak muaj burg, ka dalën qelitë e burgu 325 bashkë edhe me 9 gra të tjera, për cilat gjithashtu do të flasim këtë mbrëmje. Me mua në studio është Etleva Sheshi, përgjegjëse sektori për barazinë gjinore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Mirëmbrëma, zonja Sheshi, mirë se rivini në Njerëz në Fokus. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Me ne në studio është zonja Zoe Jakaj, drejtore e burgu 325. Mirëmbrëma, mirë se rivini në Njerëz në Fokus, zonja Jakaj. Faleminderit. Me ne në studio është gjithashtu Vitore Taja nga Shoqëria Kristiane të Burgosurve të Shqipërisë, një shoqat do thoja që kanë ndihmuar këto gra edhe kur kanë qenë në burg, po sidomos pas daljes së tyre nga burgu, ju i keni ndihmuar në procesin e risocializimit, riintegrimit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Njerëz në Fokus. Dhe sigurisht mund të mungonte në një temë si kjo, aktivistja të drejtave të njeriut e njohur për opinionin publik shqiptar Elsa Ballauri. Mirëmbrëma, zonja Ballauri, mirë se erdhët në studio. Një koment të parë pas rrëfimit që ndoqëm. Pas rrëfimit që ndoqëm nga zonja Camaj, në fakt është ajo përjetimi i parë i lirisë dhe me të vërtet është një ndjenjë që sigurisht që ato të gjitha këto gra që fituan lirinë dhe faljen e dënimit fal amnistisë së fundvitit, e kanë të përjetuar në gjithë dimensionet e tyre, qoftë në përjetimin pranë takimi me njerëzit më të afërt familjes, me të afërm, me fëmijët e tyre, si që ishte rasti i Verës, por ndërkohë do të thoja që për shumë nga këto, për disa të paktën nga këto ishte dënuara, është edhe një pritje nga një rrjet institucionesh qeveritare dhe është dhe një premtim i mbajtur i një fjale që ministrat i kanë dhënë gjatë takimit që kam pasur edhe kur këto vuanin dënimin edhe duke u siguruar që dora e shtetit do të ishte pranë tyre për të riintegruar dhe për të rifituar një jetë dhe rifilluar një jetë sa më normale si gjithë njerëzit për të integruar në shoqëri. Po do të flasim se çfarë është bërë konkretisht në minutat në vazhdim. Zonja Jakaj, si kundër e dëgjuam edhe nga vetë Vera Camaj, ju e keni ndihmuar edhe kur ka qenë në burg që të takonte 2 fëmijët e saj, po në ndërkohë po e ndihmoni edhe tani që ajo ka fituar lirinë. Sa e vështirë është që jo vetëm Vera, po edhe të gjitha këto gra që rifituan lirinë të jetojnë vërtet në liri?
dhe a duhet të jetojnë vërtet në liri. Faleminderit që ndërtove këtë panel për të bërë të ditur publiku që ne po i mbështesim të gra në rehabilitimin, që për mendimin tim është pika e cila është më pak e realizueshme në gjithë ecurinë e procesit të punës në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Nuk është e lehtë për shumë arsye, por nuk është e lehtë edhe mënyra se si Vera drejtohej i personit tim, nëse ti do të krijosh një profil të personit që ndihmon, që mbështet, ai të përshkruan gati si një fuqi mbi natyrshme dhe në konceptimin e vajzave dhe grave të burgut 325, JVP Alidemi, mua shpeshherë më shohin si një njeri që unë duhet vë patjetër dorën të ligjit, të drejtësia, të prokuroria, të gjykata. Kjo nuk është e thjeshtë, unë shpeshherë ju bëj të ditur që kjo s'është detyra ime është mirë menaxhoj fondet, krijoj lidhjet me shoqatat, të jem një motër, një nën, një drejtuese e mirë, një njeri që nuk i gjykon, një njeri që krijon lidhjet në shoqëri, si për shembull me shoqata të ndryshme, me Ministrinë e Punës, ku zonjën Eva e kam sonte në panel dhe jam i lumtur që kam bashkëpunim të gjerë me të. Pra, nëse ti do të marrësh modelin e një njeriu që i përfaqëson të shtresa në nevojë, atëherë ti detyrimisht do të bësh shumë punë, sepse unë jam një person që nuk mund të them e bëra pa e bërë. Pra, mua, edhe sikur të mos jem fare në televizion, nëse unë bëj një premtim, mua mbret ndërgjegjja ime nëse unë nuk i shkoj këtij premtimit tim deri në fund. Kështu që unë 10 këto gra, ku 6 prej tyre janë në nevoja të jashtëzakonshme. 6 prej tyre janë në nevoja të jashtëzakonshme. Po i ndjekim hap pas hapi nën kujdesin e 3 personave shumë të rëndësishëm në punën time, që jam shumë e vërtet në gjërat që po them. Që janë Viktor Itaja, që e kam në krahun e Majt, Eva Sheshi, që e kam në krahun, mire thash mbi emrin Eva, se kam edhe mike, s'duhet gaboj, që e kam në krahun e Djath, si dhe sektori edukimit të 325-ës, që ndjek hap pas hapi në gjithë veprimtarinë e tyre, me telefonata, me koordinimin e punëve, pra e ndjekim deri në momentin e fundit, ku ka shkuar, ku është strehuar, ku po banon, ka për të ngrënë, ka për të... E kuptoj, ka mbuloj, dhe më thënë, edhe nevojat më jetike, sepse ndonjëherë njerëzit në televizion përpishen që t'jenë sa më sipërfaqësor dhe të dalin sa më bukur. Unë në fakt dua që këti problemi t'i shkohet deri në fund, dhe ne të themi vetëm gjërat vërteta, dhe këto gratë përpishemi t'i ndihmojmë, sepse janë një grup vulnerabël të dhunuara dhe që kanë kaluar në procese dhune të vazhdueshme dhe sistematike. Zonja Taja, ju përmendi edhe zonja Jakaj, bashkëpunimin që keni patur edhe në kohën kur këto gra kanë qenë në burg, po me siguri dhe ato që janë ende në burg, ju i ndihmoni në mënyrat tuaja. Nga këto 10 që lanë qëllit e burgu 325, zonja Jakaj tha se 6 për tyre janë në situatë jo të mirë dhe kanë nevojë për shumë çka. Konkretisht çfarë bëni ju? Me këto që të njihet dhe publiku. Po jo vetëm me këto, me këto të 10, po edhe me ato që janë në burg. Faleminderit. Organizata jonë, Shoqëria Kristiane të Burgosur Shqiptar, ka filluar që në 2002 edhe operon pothuajse në të gjitha burgjet e Shqipërisë. Dhe një lloj siç punohet tek burgu i grave, janë edhe tek burgu i burrave. Por konkretisht, tek burgu i grave, ne merremi me rehabilitimin shpirtëror, social, ekonomik, duke filluar punën që në momentin që vjen ka hyrë dikush te paraburgimi, edhe duke krijuar mundësi për të njohur pak më shumë problemin që ka, duke krijuar edhe mundësi për të takuar familjen mbi të gjitha, për të parë terrenin, çfarë e solli në këtë situatë e merat, dhe krijojmë një plan strategjik se si mund të ndihmojmë përtej mureve kur të dali. Pra që në fillim fillohet me një strategji brenda mundësive se jemi të kufizuar, nuk është që. Konkretisht në rastin Pra konkretisht kur një grua del nga burgu për shumë arsye, se i mbaroi dënimi, se fitoi amnistin, apo nuk e di se çfarë. Çfarë bëni ju konkretisht? Si ndihmoni pra për qenë konkret? Që përpara se të dali, është bërë një plan më përpara, shumica e grave as nuk e din fare që ne jemi po përpiqemi
të bëjmë diçka. Sepse për shkak se s'kemi gjë në dorë, konkretisht, nëse kemi mundësi e ndihmojmë, nëse jo, prandaj nuk premtojmë përpara. Por përpiqemi për ta futur në projekte të ndryshme që organizata jonë ka, dhe konkretisht gratë që dolën, për shembull i kemi futur te projekti Dimri që quhet, që i ndihmojmë me ushqime, paketa ushqimore të rregullta. Besoj më përpara i ndihmoni me strehimin, apo nuk hyni te kjo pjesë? Po, sipas... Pra i siguroni një banesë, e cila është gjithmonë... Sipas nevojës, në bashkëpunim me institucionin, sepse ne nuk është i kemi qendra, por institucioni na thotë që ky rast është me të vërtet urgjent, dhe ne bëjmë gjithë përpjekjet tona që të mund të gjejmë, të operojmë në terenin në zonën ku janë, me kishat ungjillore që janë atë, qytet, fshat, kudo ku janë, dhe ato përpiqen të krijojnë terrenin edhe mikpritës, siç tha, ju e pyetët Vera, si reagoi shoqëria, po shoqëria që po e rrethon aktualisht janë të gjithë të kishës që e kanë pritur me shumë dashuri dhe po kujdesen deri në detaje. Jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga ana shpirtërore, për t'i dhuruar paqe, siguri që nuk je vetëm. Pra strehim, ushqim, punësim, mundeni t'i siguroni? Por këtu ka shumë nevojë për të folur në fakt. Në vazhdim e asaj që thot Vita, ne ishin 6 gradë i ndam pothuajse 2-2-2. Me 2 u mora unë personalisht. Me 2 të tjera, se ne jo të gjithave duhet ja u përmendim emrin në televizion. Nuk është nevoja, nuk duan që thjesht analizojmë rastet. Me 2 të tjera u mor Vita dhe me 2 po merret Ministria Punës që po i ndjek me të gjitha detajet. Dhe unë e falenderoj zotin Klosi, sepse personalisht ai njeri ka ardhur 3 herë në Burgun 325, ku nuk është fare publiciteti që unë dua t'i bëj si ministër, por sepse është një njeri që e prek dhimbjen aty ku është në rrënjë. Dhe këto të 2 zonjat, Eva është kujdesur nëpërmes qendrave sociale të zonave ku ato janë vendosur, që kanë pasaportizimin. Konkretisht Vera ka një problem që nuk do të kthehet në qytetin e saj, ku ka pasaportizimin, dhe ne jemi në negociata sipër, por nuk është e lehtë se një pasaportizim do kohën e saj, do afatet e veta, do një listë dokumentash, dhe me gjitha këtë dokumenta besoj po merret vendosni, pra nuk po kërkojmë ta vendosni. Sepse në Djanin tim e Bashkia Shkodrës po përpiqet të siguroj një strehim tjetër. Ola, doja të thosha që të paktën për 3 raste për cilat direkt ne i kemi në kujdes të shkërkuar nga institucioni, mbasi dolën nga riedukimi, si thuash, nga vojta e dënimit, me 3 raste që u paraqitëm Ministrisë Mirëqenie Sociale dhe Rinisë, me njëherë ne kemi filluar, si thuash, punën tonë për të lidhur me shërbimet me zyrat e barazisë zinore në 2 bashkitë kryesore, në Bashkinë Tiranë dhe në Bashkinë Shkodër, për nga ku ishin edhe rastet, dhe këto për të vënë në lëvizje pasaj dhe bashkëpunim komplet mekanizmin për ta menaxhuar rastin. Unë përfitoj nga ky panel të shpreh një falënderim shumë të madh për drejtorinë e shërbimit social të Bashkisë Tiranë, e cila ka bërë ka filluar një punë për menaxhuar 2 raste që janë paraqitur aty me një herë. Ju i referuat te Bashkia Tiranë. Po, sepse ashtu ne i referuam te barazisë, po, ne në punësit tanë gjinor edhe koordinator kundër dhunës që ne i kemi në rrjetin ton, që ato të merreshin me menaxhimin e rasteve. Ndërkohë edhe Bashkia Shkodër, të 2 këto së bashku, me ekipet e tyre, filluan që të punojnë me rastet. Por mos harrojmë që janë rastet të cilat kërkojnë një ndihmesë të jashtëzakonshme, edhe pikë pari kërkojnë ndihmesë për mbijetesë, që do të thotë strehim edhe ushqim, edhe ndihmesë psikologjike për rehabilitim, dhe pastaj njëkohësisht e bën këtu ose së bashku me bashkitë të tjera, por ndërkohë pastaj po punohet qoftë për rregullimin e një banese sociale ose përfitimin e një bonusi qeraje, që u jepet këtyre grupeve, por edhe njëkohësisht për të siguruar një punë. Kjo është rëndësishme. Po një sekond, Vera, më ndjek? Po. Nëse gjithçka do të shkonte mirë, pra do të përmbyllej puna që po bëhet nga institucionet përkatëse, do të doje ti të riktheheshe në Shkodër? Unë dëshirën e kam, por kanë ashtë afriga kërcënimeve të zonave, kur vinë funit do shkoj ku të më ndihmojnë, shteti mu. Pra, dhe në qoftë se sigurohet një strehim në Shkodër, e po ashtu një punë, ti do të rikthehesh atje. Nuk do të thoje jo. Ja. Si bëhet me kërcënimet që thot Vera se mund të kanosën? Në rast se mund të ketë kërcënime, sigurisht që Vera do të shkoj tek institucione për ta denoncuar kërcënimin,
ne urojmë që mos të ketë të tilla, por në rast se do të ketë, e para Jo, e kanë fjalën mos do ishte mirë e para është policia e shtetit, e para është policia. Ideja është kjo që më e mira e të mirave është që këtë lloj persona të jetojnë pranë qendrave ku ata kanë dhe të afërm të tyre, që kanë edhe të njëjtur, sepse kuptohet edhe për traditën shqiptare, ne kemi në traditë që ndihmojmë njëri tjetrin dhe familja, si thua, rrethi familjar është edhe ai i pari. Patjetër, okej, se duhet shkojmë publicitet, po dua t'jap pak Rëgja, ju lutem fjalën zonjës Ballahuri, e cila është vetëm që s'ka folur ende në këtë panel. Ishte mirë që dëgjova. Po, ishte me kasë ju lash për në fund. Zonjë Ballahuri, nga gjithçka që ju dëgjuat, nga rrëfimi mbi të gjitha i zonjës Vera Camaj, a është kjo zonjë aktualisht në burgun e lirisë? Shumë njerëz janë burgun e lirisë. Edhe ata që s'kanë qenë në burgun e vërtet. Edhe ata, dhe varet se njeriu ndjehet, sigurisht. Kjo është një fjalë shumë interesante, simbolike bukur, por në rastin konkret, unë mendoj se, të them drejtën, duhet bëj pak krahasime me shumë vite më parë, sepse kam hyrë në burgun e Grave në janar të 91-shit, në një kohë që them se kam qenë e para që kam hyrë atje dhe më vjen të bëj krahasime se shikoj se çfarë ka ndryshuar dhe çfarë jo. Ka një angazhim si dhe atëhere të stafit të burgut, të cilët sigurisht të gjithë ne kishim shumë mangësira në kuptimin e edukimit, të proceseve që do ndiqeshin, të informacionit që kishim, por ka qenë, ju e dini gjithë që ka qenë në punë e jashtëzakonshme të huajve shqiptarëve që burgjet i bënin ndryshe, sepse ishte institucioni më i tmerrshëm që la diktatura. Dhe mund të them që ka ndryshime natyrisht, po pak ndryshime ka. Do me thënë, në qoftë se ne jemi në atë burgun e lirisë ishte ti, ose në kurthin e një personi, shikoj, janë shumë pak, janë 6 persona, janë 10 persona, janë njerëz zakonisht shumë pak. Më kujtohet që pyetja më e çuditshme që më zhdukur dhe shtangja më e çuditshme që më mbaj mend që të kem përftuar, të kem ndjerë, kur kam qenë me të huaj në ato vite, në burgun e Grave, ishte kur ata thoshin sa janë, sa gra janë, dhe gjithmonë ka qenë numri 50-55. Afërsisht 100 gra. 100 gra. Pa atëre kështu ka ndenjur për shumë vite me radhë, dhe ju e dini, besoj, ka ndenjur i njëjti numër dhe ato thoshin, wow, s'ka mundësi. Asnjë vend i botës nuk ka kaq pak të burgosur, dhe të burgosura. Dhe vërtet më kujtohet kur kam qenë në 94 në burgun Holloway, që është në qendër të Londrës, që është mbyllur në fakt vitin e kaluar, burgi Grave që ka qenë 1880 ose më përpara, hapur 62 më duket. Ishte një burg i jashtëzakonisht i populluar, por kur hyra atje në fillim të vitit 94, mu duk sikur ishte për shqiptarët një hotel me 4 yje, sepse ishte një sistem komplet tjetër i trajtimit, ku ajo që është shumë e rëndësishme, do të thosha dhe për këtë diskutimin e sotëm, është se çfarë ndodhte brenda në burg që në fillim. Do me thënë, që në momentin e parë që i burgosur hyn atje, fillon lufta, edukimi, procesi i riedukimit të tij për të përshtatur kur ai të dal nga burgu. Qoftë kjo 6 muaj më vonë, 5 vjet më vonë, 20 vjet më vonë, kjo s'ka rëndësi. Do të thënë ky proces është shumë i rëndësishëm. Dhe unë nuk e di, do të këtu kemi atë që është shoh, jo nuk është ne, jo, s'është procesi, nuk është ai procesi. Nuk është ai, nuk është ai. Ka për tërsinë, nuk është ai, është tërë sistemi, pikërisht. Do të thënë, nëse u shoh tani që në atë kohë nuk ishte angazhim kaq të madh, ose për vite me rast ka pas një angazhim të jashtëzakonshëm të institucionit, ministrisë, apo vetë ministri, siç thot zonja, apo vetë stafit jetë kaq mirë i trajnuar të di se si do veproj, apo qoftë shoqata të cilat janë në ndihmë dhe janë atje, kjo është një gjë shumë e mirë, shumë e bukur, por keni parasysh që unë nuk e di se sa është vlerësuar ndryshimi madh që ka personi i burgosur që jeqet liria dhe ai që nuk është i burgosur. Do të thënë, unë nuk di se sa ne kemi insistuar për të kuptuar, për ta futur në edukimin tonë, në kurrikula, në mënyrën në diskutimet e të rinjve, se çdo të thotë mungesë e lirisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do të thënë, kur ne do të arrijmë një lloj përgatitje të tillë,
atëherë do të kuptojmë se sa rëndësishme është që të gjitha këto institucione së bashku të kuptojnë rëndësinë e riaftësimit, ndërtimit të personalitetit të njeriut i cili është në burg, që në momentin që ai është futur. Domethënë, dhe në këtë aspekt unë nuk shoh ndonjë ndryshim të madh. Unë shoh vetëm interes, por interesi është gati është, shiko, ju thatë që ju i siguroni atyre bukën, dhe qarë është interesi për të mbjetuar. Elsa, të siguroj që ka ndryshime ka që të më dha, edhe mënyrën se si trajtohen, dhe me mënyrën dhe qasje së sektorit policisë, edhe me mënyrën se si sektori edukimit, dhe me lirin, po të theme dhe me lirin, një dënuar, ndodhë që ndonjëherë ka liri edhe më shumë se përmban ligji. Dhe ndryshime ka drastike. Unë them se ndofta shumë e mirë të kryon... Për t'ju shëruar pak plagë. Jam dakord, por unë them se ndofta më mirë është që të kryon disa institucione ndërmjetëse, që kalojnë nga burgu të kliria. Ka disa institucione ndërmjetëse. Institucione ndërmjetëse të riaftësit. Jo në atë formë. E kam tjetër gjë. Ke përkalimin e nga liria në... Po pra, se jo gjitha ato gra, po ata bura që janë në burg, e meritojnë të rinë ato lloj burgu. Ata ka nevojë për një tjetër sistem gjysmë të hapur, i cili, me gjithse burgjet tona gjysmë të hapura janë. Po sistemi ka ndryshime dhe përmirësime galopante, krahasim me, po themi 94, 95, si dita me natën, edhe në ligj dhe në draft ligje që janë miratuar kohët e fundit, edhe në disa... Jam dakord, jam absolutisht dakord. Është rehabilitimi. Të këtu duhet të mshojë gjithë shoqëria, shteti dhe gjithë. Pas publicitetit, rehabilitimi, pas publicitetit. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt, po flasim për burgun e Liris dhe deri tani po diskutoj në studio se sa i rëndësishëm është ky proces para përgatitor që në kohën kur njerëzit vuajnë dënimin dhe janë brenda institucionit të burgut dhe lam tek pjesa e rehabilitimit. Apo jo? Unë do të thoja që pjesa rehabilitimit tashmë ka filluar që kur ato janë duke vuajtur dënimin. E pra, kjo është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Të paktën përsa kohë kam unë që jam pranë të institucioni edhe me aktivitetet ndryshme që ne kemi zhvilluar në bashkëpunim me institucionin, në këtë burg bëhet shumë punë për sa i takon formimi profesional, marrjes së një zanati ose një profesioni. Edhe kjo, falë dhe një marrëveshje që Ministria e Mirëqenies Sociale ka bërë me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe sidomos drejtoria e formimit profesional nr. 4, aty ka gati 2 vjet që zhvillohen kurse të formimit profesional, që do të thotë që këto gra, të cilat vuajnë dënimin, njëkohësisht marrin edhe mësojnë për një profesion. Jo thjesht një zanat, por marrin një zanat që është i certifikuar, që njihet. Dhe kjo ka për shembull, Vera çfarë zanati ka marrë? Kam bërë kurs për sekretari dhe për babysitter. Dhe ke përfunduar? Po. Ke marrë një certifikat? Po. Po, pra, Vera mund të punësohet në ambientet e burgut. Dhe është një vajzë shumë punëtore. Kushdo duhet ta marrë në punë, sepse ajo është punëtore në maksimum. Nëpërmjet instruktorëve të qendrave tona, aty janë zhvilluar kurset formim profesional. Po, më pas çfarë ndodhi? Për shembull, Vera ka përfituar këto 2 zanate, le të themi. Pra, sekretare dhe babysitter. Mund të punojë Ministria për gjithë një punë? Jo. Do të thonë, nuk është ministria ajo që ndikon direkt në menaxhimin e rastit. Sepse janë institucione të varësisë të ministrisë, të cilat do të zhvillojnë, do ta menaxhojnë këtë si rast. E para fare, ajo që nisa të thosha në pjesën e parë të këtij emisioni është që edhe një herë Vera, lutem. Orna? Po flisja apo jo? Jo. Okej. Së pari, këto zonja ka nevojë për një asistencë psikologjike para, për të përshtatur edhe me ambientin në cilën ato kjo nuk i mungon. Jemi te rasti i Verës. Kjo nuk i mungon Vera Camajt. Po të marrim rastin e Verës. Rasti i Verës është i tillë që Vera është asistuar nga punojësja jonë në Bashkinë Shkodër, nga nëpunësia gjinore dhe koordinatoria vendore kundër dhunës, bashku me drejtorinë ku ajo punon, e shërbimit social. Janë duke i përgatitur të paktën në djenin time një dosje përsa i takon dokumentacionit për marrjen të një ndihme
ekonomike për momentin e parë, ndihmë sociale, por ajo që ka dalë të problemit, paktën me sa na është referuar në rastin në ministri, është që Vera nuk ka pranuar që të integrohet në atë qytet. Dhe kjo pastaj e komplikon çështjen, sepse duhet që të bëhet një pasaportizim në një qytet tjetër, dhe kjo të tëra janë dokumenta që duhet të përgatiten. Dhe kjo do kohën e vetë. Do kohën e vetë, do hyrje në mekanizmin tjetër. Se dhe kjo është diçka, është një shembull shumë i mirë që ju t'i paraprini disa shumëve të tjerë që do të vinë, sepse një grua e cila është futur në burg, është futur për një arsye të fortë, natyrisht të madhe, por njëkohësisht dihet se çfarë ndodh në familjet tona, në shoqëritë tona, cilat nuk i afrojnë shumë kollaj njerëzit që i quajnë fajtor. Prandaj kjo ndofta duhet ishte mund të jetë në burg. Po sigurisht, sepse ajo është paragjykimi i parë që del. Por unë mendoj se në këtë rast institucioni duhet jetë i përgatitur që të ketë mundësi të jetë më fleksibël në mënyrë që pikërisht kjo mund të jetë gjëja e parë bile që duhet menduar se si mund të jepet mundësi këtyre njerëzve mos jenë, mos rikthehen menjëherë atje ku ata kanë jetuar. Erca, unë të mirë kuptoj, megjithatë dua që të them dhe diçka tjetër, që secili rast ka specifikën e vet. Por normal. Dhe në momentin e parë kush ka qenë dëshira më e madhe ose domosdoshmëria më e madhe e X personi, ka qenë të qëndrojë dhe të takojë fëmijët. Zonja, nëse sjellim sërish në vëmendje, na e tha që gjatë vuajtjes së dënimit ajo pati mundësinë vetëm fal negociatave shumë të mëdha të detyrueshës të takonte vetëm 2 herë fëmijët. Kështu që në momentin e parë ka qenë që ajo të afrohej me fëmijët, në mënyrë që të takojë dhe afrimi me fëmijët ishte që të jetonte afër banesës ku jetojnë fëmijët. Po, ndërsa sot ajo do t'i marrë 2 fëmijët dhe t'i ki jashtë Shqipëria se ka frikë të rikëtu. A jashtë Shqipëria është tjetër. Jashtë Shqipëria ajo që tha Elsa. Rehabilitimi në fakt fillon që brenda. Eva, duket sikur kemi një koalicion ndërfemëror dhe kjo është gjë e mirë, por shqyqyr që kemi Elsën na bëni çik opozitë se na duhet opozita. Se s'du të themi gjithçka është bukur dhe është mirë. Pra ka qenë një vështirësi e jashtëzakonshme, nuk ka qenë fare thjesht takimi dhe negociimi i fëmijëve sjellja atyre në institucion sepse ish bashkëshorti i Verës nuk i lejonte. Madje unë sonte këtë emision dhe ty personalisht të përgëzoj se ti po jep një moral të madh, po edukon shoqërinë që kjo zonjë doli dhe kjo kërkon pafajësinë dhe në fakt për mua është e pafajshme. Pa çka se ajo ka vuajtur 2 vjet dënimin, për mua është e pafajshme, por jo vetëm për Verën, një drejtues institucioni duhet që të gjithë t'i trajtojnë në mënyrë të barabartë dhe të sigurojnë një lloj barazie brenda institucionit që ato të ndihen të afta për të dalë në jetë, sepse nëse ne si institucion nuk u japim një dorë, nuk i ndihmojmë me kurse certifikimi, me një fjalë të ngrohtë, me një ndihmë që mund t'ju krijojmë, sepse ne shumë shpesh Elsa po drejtohem ty tani, unë krijoj jo se kjo i mban të rjetën, por unë krijoj negociata të vazhdueshme me universitetet, me gjimnazet, me nga bota e cila unë vi. Jo më largë se para 2 ditëve Universiteti Durrësit, që unë kam punuar si pedagoge një periudhë të caktuar kohë, me iniciativën e rektores së universitetit, sjellin një makinë të madhe me ndihma, por kjo është shumë për ato nëna, sepse pjesa më e madhe janë braktisura. Ato nuk kanë as elementet minimal të jetesës. Atër ky lloj rehabilitimi dhe ky lloj negocimi me shoqërinë ka filluar në fakt që brenda. Shumë mirë, atëherë ju jep një shembull tjetër, jo vetëm ndihmën që ju jepni të burgosurave, po jep një shembull dhe në drejtuesit të mirë, të ndërgjegjshëm, që kjo është jo shumë e dëndur në Shqipëri. Derisa përsa i takon rehabilitimit, unë zut e të leva foli diçka për në lidhje me në aspektin psikologjik, rehabilitim psikologjik. Po sikur të mendojmë një gjë tjetër e cila është shumë e rëndësishme dhe unë nuk e di se sa ajo është. Se kam idenë sikur po thua për studentët. Unë kam një grup të madh studentash juridikut. Se mos fillojmë psikologjikisht të përgatisim shoqërinë tonë, se si përballohet me atë personi që del nga burgu. Kjo është gjë e rëndësishme. Sepse ai vetë është viktim dhe ai kërkon që të ndihmohet, por ata që do ndihmojnë dhe nuk e bëjnë. Çfarë është kjo? Ja, unë mendoj që kjo mund të bëhet shumë, mund të bëhet nëpërmjet studentëve, por mund të së pari njerë bëhet me kurrikulat e shkollës. Këto gjëra duhen futur që në kopësht. Sepse është trajtimi jo vetëm thjesht me ish burgosuri. Ti ketë bësh me diskriminim në këtë rast. Kështu që sa e ketë përgatitur personin. Mund të hyni vetë të bëjni pjesë e diskutimit sepse ndihmoni. Unë bashkohem me mendimin tënd, por ajo që kam në zemër të them është edhe në lidhje me bizneset, në lidhje me sipërmarrësit. Ajo që kemi vënë re është që ka një lloj tërheqje, ka një lloj frike, një lloj
të mund t'i punësojnë apo jo. Dhe mendoj që media mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm duke dhënë dhe ka plot shembuj pozitiv, ka plot sipërmarrës që i kanë punësuar dhe direkt i burgosura ka thënë që unë kam qenë në burg dhe personi që ka marrë në burg ka thënë nuk ka rëndësi se ku ke qenë. Për mua ka rëndësi që ti bësh punën. Dhe duke dhënë këto shembuj, a është e drejtë që të merremi kaq shumë me punësimin, strehimin e grave që kanë kryer një krim, cili do qoftë ai i rënd apo i lehtë dhe kanë vuajtur dënimin, dhe ndërkohë të kemi njerëz të pafajshëm totalisht që janë pa punë dhe pa strehim? Kjo është pyetja e përjetshme që ka pasur Shqipëria që në momenti që hapi burgjet dhe ndryshoi atë logjikën e burgjeve. Po në fakt është e drejtë apo jo? Dhe unë kam parë njerëz që më kanë akuzuar madje që s'keni turp që merreni me të burgosurit, me kriminalët, ndërkohë që neve vuajnë. Kështu që kjo pyetje vazhdon të... Kjo pra shoqëria. Më fal, Ola, dua të them diçka. Pikërisht kjo është pyetja. Kjo është rreziku i pyetjes i cili krijon vazhdimsinë. Kjo vazhdon të thellojë kulturën tonë diskriminuese. Do me thënë, ne nuk flasim vetëm për të burgosurit në këtë rast. Ne flasim për shumë grupime të diskriminuara, po kjo duhet ndryshoj kultura jonë. Dhe prandaj them, kultura jonë nuk ndryshon vetëm me biznes, ndryshon dhe me atë, pa dyshim. Çdo hallkë është e rëndësishme. Por e di kush është më e mira është ajo që i mësohet fëmijëve që u jepet për ditë në shkolla por që të vegjël. Pra ju thoni një 40 vjeçar e ka shumë vështirë të ndryshojë. Absolutisht kjo është. Dhe të filloj të bëjë Nora Malaj kërkon të hyjë në lidhje telefonike zonës Ministra e Arsimit për na ndjek regjia, ju lutem, mund të na e mundsoni këtë komunikim të drejtë për drejtë me zonën Malaj? Po, pak sekonda japim regjis. Po. Si do t'ishte në fakt? Do t'ishte mirë që të ishte pjesë e kurrikulave në gjykimin tuaj? Absolutisht do ishte mirë që të shoqëria të ndërgjegjësohet. Dofta pjesë e kurrikulave se ne flasim në çdo moment për çdo fenomen që ndodh dhe themi që patjetër të futet në kurrikula. Edhe kurrikulat, për të thënë të vërtetën, kanë ndryshuar dhe janë përmirësuar jashtëzakonisht shumë. Unë do të thoja që në kurrikula, në kuadër të respektimit të drejtave të njerëzit dhe të mësimit kundër diskriminimit, sigurisht që një pjesë mund të zëj edhe duhet të zëj edhe pjesa e si thua pranimit ose përfshirjes në shoqëri të njerëzve të cilët kanë vuajtur një dënim, por janë riedukuar, e kanë kuptuar fajin, e kanë vuajtur atë faj dhe janë të gatshëm të rifuten në jetë, apo persona të tjerë, për shembull, kam këtu parasysh edhe njerëz që mund të kenë gabimisht, mund të kenë bërë një aksident ose nuk e di çfarë mund të ndodhi sepse jeta e tillë është. Dhe që të mëson për të mos e diskriminuar. Ne përligjim absolutisht në krimin, as shkeljen e ligjit, ne jemi këtu për të ndihmuar e për t'i dhënë një përgjigje dhe asaj pyetjes që juve ju bë dhe në fakt na u bë të gjithëve në fakt. Unë do të thoja që të paktën për personat të cilët vinë nga grupe vulnerabël në shoqëri, Ministria e Mishërieve Sociale ka situash programet të posaçme, duke filluar nga gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës në familje, për t'i ndihmuar dhe asistuar për të reintegruar dhe ato marrin formim profesional, marrin strehim, ndihmë psikologjike dhe ndërmjetësim për punësim, për persona që vinë nga komunitete të ndryshme si romët, egjiptianët, personat me orientim të ndryshëm seksual dhe identitet gjinor ose persona me aftësi të kufizuar dhe me radhë. Dhe grupi i grave që kanë fituar lirin, edhe këta janë një pjesë e personave që janë grupi marginalizuar, si mund të themi, që ka vuajtur një lloj diskriminimi, që edhe këta patjetër duhet të trajtohen njësoj si gjithë njerëzit e tjerë të shoqërisë. Nuk ka asnjë ndryshim më shumë. Po pra, këto janë grupe të gjitha të diskriminuara. Atëherë, në linjë telefonike është zonja Nora Malaj, zonës Ministre e Arsimit dhe Sportit. Përshëndetje, mirëmbrëma zonja Malaj. Mirëmbrëma Ola, po ju ndih me shumë vëmendje. Faleminderit. Urime gjithë panelit, janë të gjitha zonjat të nderuara që japin një kontribut jashtëzakonshëm në drejtim të problematikës që po trajtoni. Ajo që zonja Ballauri ngriti me të drejtë tha shumë e rëndësishme të vendosim modelin e kurrikulës si një fazë e cila lidhet me edukimin e të rinjve, po jo vetëm të rinjve, por edhe të kategorive të ndryshme të cilët në situata të caktuara mund të precedojnë në precedent negativ. Sigurisht është një nga prioritetet e Ministrisë së Arsimit në kuadër të asaj që tha zonja Sheshi, në kuadër të drejtës dhe lirisë së njeriut, në kuadër të luftës kundra çdo ekstremizmi, në kuadër të një mirë edukimi dhe një mirë sensibilizimit të shoqërisë sonë për t'i edukuar, për të parandaluar edhe për të promovuar vlerën.
Po unë doja të ndalja në një moment shumë të rëndësishëm që Ministria e Arsimit me drejtorinë e përgjithshme të buxheteve Po keni një marrëveshje, po. Me drejtorinë ku zonja Jakaj drejton, me qendrën ku zonja Jakaj sot drejton, pra qendra e cila lidhet me riedukimin e kategorisë njerëzve të cilët buajnë një dënim, pra që janë të kufizuar, ka nënshkruar një marrëveshje për të hapur shkolla, pra për të hapur kurse të veçanta në realizimin e mundësisë së mësimit të gjuhës dhe leximit. Mos harrojmë që një nga arsyet kryesore që ndodhin këto situata dhe kur flasim për kategori tashmë për te kategorisë së këtyre individëve që vuajnë këtë vuajtje, është kategoria e shoqërisë e cila shpeshherë është indiferente, shpeshherë është e pamjeshme dhe në momentin kur këto zonja apo të rinj apo dhe minorent, sepse flasim dhe për kategorinë e minorentëve, të cilët vuajnë këtë lloj dënimi dhe dalin, shpeshherë janë jo të gatshëm për të pritur ata dhe për të integruar në shoqëri. Ndaj ne kemi nënshkruar dy marrëveshje, një që lidhet me këtë kategorinë për të mësuar dhe për të nxjerrë nga ajo që quhet analfabetizmi, dhe dyta sepse nuk mund të punësohet dikush nëse nuk është i aftë për të lexuar dhe për të shkruar dhe për këtë dua të përgëzoj zonjën Jakaj, e cila e mori si nismë dhe si vjetësh viti 2 që po realizohet dhe po operohet në këtë drejtim, rreth 17-18 gra që realizojnë këtë gjë, po kjo gjë po bëhet edhe me grupin e minorentëve, pra për pjesën e fëmijëve që janë në sektorin tjetër të kësaj situate, dhe njëkohësisht një marrëveshje tjetër që po realizohet është për kategorinë e atyre fëmijëve të cilët i kanë prindrit që vuajnë dënimin dhe që duhen reintegruar në shoqëri që të mos shihen si të diskriminuar pasi çdo investi që bëhet te shoqëria është një vlerë shumë e madhe për gjithë shoqërinë tonë. Unë doja të falenderoj një qasje tjetër. Ka 2 vjet që funksionon kjo marrëveshje e rëndësishme e dhënies së mësimit në ambientet e burgut, apo jo? Po. Janë 18 gra thatë që aktualisht marrin mësim, mësojnë në burg, apo jo? Po, dhe ndërkohë kemi me të gjithë burgjet e tjera. Mësuesit, zonja Malaj, mësuesit janë mësuesit që mësojnë dhe nxënësit në shkollat tona, apo janë mësuese ekstra? Nëpërmjet drejtorisë arsimore janë realizuar grafikut ku ata shkojnë dhe realizojnë procesin e mësimit, ndërsa për kategorinë e fëmijëve të miturve që janë në pjesën e burgimit dhe para burgimit, sigurisht mësimi është dhe më i specializuar, madje në të 4 vite që unë kam drejtuar viti 4 që drejtoj maturën shtetërore, kemi pasur në të gjitha situatat kemi pasur raste kur të dënuarit kanë dhënë provimin e maturës shtetërore dhe janë krijuar dhe të drejtat për të realizuar këtë gjë. Pra, doja të tregoja me shembull konkret që sigurisht bëhet punë mirë, por ajo që ngelet shumë për të bërë është që shoqëria duhet të jetë më fleksibël dhe të gjithë aktorët që sot japin kontribut dhe që flasin dhe promovojnë vlerën të bëjnë së bashku për të realizuar zinxhirin e nevojshëm të integrimit të kësaj kategorie, por edhe për ta bërë shoqërinë më të ndjeshme kësaj kategorie. E qartë, kishte diçka për shtuar? Po. Po, kam për të shtuar. Kjo është kategoria. Ja, qëndroni pak në linjë, mos u largoni zonja Malaj, ka një ndërhyrje zonja Jakaj, po. Unë mbështetjen e zëvendës ministrës arsimit e kam pasur që ditën e parë që kam marrë detyrën si drejtore e institucionit për cilin ne po flasim sonte. Dhe gjëja parë që unë kam bërë, sigurisht me mbështetjen e zonjës Nora Malaj, ka qenë hapja klasës së parë për gjithë moshat. Pra, nga mosha 17 vjeqe që kam minorene, deri në moshën 42 vjeqe, sepse nuk dinin as shkrim as këndim. Pra, kuj ka qenë një lloj hapi. Unë e kam shumë për zemër bashkëpunimin me shoqërinë civile, por edhe bashkëpunimin institucional, që do të thotë me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Punës dhe me Ministrinë e Drejtësisë nga cila ne varemi. Dhe në fakt me këto 3 ministri që unë gjej rastin t'i falenderoj për mbështetjen që i kanë dhënë burgut grave, kam pasur bashkëpunim të vazhdueshëm dhe kjo ka bërë pastaj ka dhënë shumë rezultate, sepse të paktën mbi 6 gra sot që kanë qenë analfabete, sot dinë shkrim, këndim, numërojnë dhe janë shumë të lumtur. Janë ende në burg. E shikojnë fletorën kur unë duke qenë se vi nga bota e arsimit, shpeshherë shkoj i bëj kontroll të detyrave të klasës së parë, që një zonjë është 38 vjeqe, ndërsa një zonjë tjetër është 28 vjeqe, dhe vetë zonja Nora Malaj në një aktivitet që ne kemi realizuar para pak kohësh,
e ka pakzuar, si të themi, klasën e parë, hapur për gjitha moshat. Kështu që kjo është një mbështetje institucionale. Po mos t'ishin në Burg, nuk do e kishin mësuar, sepse ato kanë qenë pa asnjë klasë shkollë, kur kanë ardhur dhe kur kanë shkelur ligjin. Dhe pikërisht, kjo kategori janë më së shumti në... Vetëm klasa parë, zonja Malaj? Për momentin klasa parë. Jo, sigurisht që jo, varet si mbas programe. Te Burgu i Grave klasa parë, te minorenët? Po, ke minorenët jo, ke minorenët janë ndiqen të gjitha ciklit të klasave për të mbyllur pa ta ciklin edhe të provimeve nëntëvjeçare, kur rastet ekstreme që mund të kemi, dhe për mbylljen e provimeve të naturës shtetërore për ata që kanë nevojë. Okej, zonja Taja ka një koment, po? Zonja Malaj, një pyetje. Po, patjetër. Okej, për klasën e parë, por në dijenin time është një rast që ka dëshirë të vazhdoj klasën e 6. Edhe ka shumë etje dhe shumë dëshirë. Madje më ka thonë që kur ka pastruar magazinën, kam mbledhur fleta dhe tha kam bërë kaq, sepse kam dëshirë të vazhdoj shkollën, sepse kur të dalë, çfarë do të bëj? Dhe pas pak muajsh e kam pyetur çfarë bëre, u interesove dhe më tha është e pamundur, nuk mundem do ta vazhdoj. Si e mendoni këtë rast? Është në Burgun e Grave apo Po, te Burgu i Grave. Në Burgun e Grave, zonja Malaj. Janë rast të cilat mund të realizohen në kuadër të fazës të dytë të projektit që po bëjmë së bashku. Do të ketë pra një fazë të dytë, apo jo? Po, ka një fazë të dytë projekti, që do të nënshkruajmë tani me drejtoren e përgjithshëm të burgjeve, i cili do të jetë në fazën e vënies së mësimit online, pra do të thotë krijimi kushteve për mjedise të caktuara dhe për nivele të caktuara ose programe të dedikuara. E kuptoj. Me modelin me të njëjtin model që bëjmë edhe për fëmijët e ngujuar. Po. Shpresoj që të funksionojë dhe po them që nëse është e vërtetë që do të realizohet, keni bërë një nën shumë të lumtur. Po, edhe një koment nga zonja Ballauri? Jo, ka një afatëm, sepse ndonjëherë, se është në dorën e zonës ministre, sigurisht, po ndërkohë ka aspret ndonjëherë për disa individ, në qoftë se kjo nuk është një pengesë shumë e madhe dhe shumë e realizueshme, mendoj unë. Pra ju po propozoni që të merret në trajtim ky rast, përpara se të implementohet faza e dytë e këtij projekti. Sepse një rast i vetëm Ola, dëshira atyre për të mësuar brenda është e jashtëzakonshme. Zonja Malaj, mund të merret ky rast edhe të shkollohet derisa të implementohet faza e dytë e këtij projekti të rëndësishëm që ju na bët me dije? Unë mendoj që duke qenë se Burgu i Grave ka një ndryshim nga burgjet e tjera, është një kategori sigurisht shumë e vlerë në drejtimin e sigurisë dhe në kufizimin e lirisë, po mundësia për të bërë mësime dedikuara mund të realizohet nëpërmjet disa mekanizmave. Jo vetëm institucioneve arsimore, të flasim për kategorinë e grave të cilat e kanë kaluar moshën, por e ka të domosdoshme dhe quhen si puna e atyre individëve të cilët kur nuk kanë sisteme në arsimit e bëjnë me sistem të pjesëshëm dhe mund të bëhen programet e dedikuara për të realizuar këtë gjë. Po gjithsesi, në kuadër të individit dhe të rasteve individuale, që është shumë e rëndësishme shtaza që ne duam të realizojnë një qasje tjetër të kësaj problematike edhe për shoqërinë, edhe për ata që quhen mesazhe të ndryshme që se merren me këtë kategori. Duhet kuptojmë një gjë që në situatën e sotme ku krimi është bërë pjesë e jetës, domosdoshmërisht është e nevojshme përveç kurikulës dhe asaj që Elta nikëjtë me shumë të drejtë, është shumë e nevojshëm trajtimi i kësaj kategorie për të mos u rikthyer më pas, kategoria grave dhe të rinjve, për të mos u bërë më kontingjent i problemeve, por për të realizuar dhe për të bërë zgjidhja e tyre. Po këtë rastin, zonja Malaj, ajo po ju ndjek tani, a do ta merrni në shqyrtim? Do ta marrë që nesër në shqyrtim dhe pas nesër që zonja Jakaj do të çojë programin e dedikuar tekste dhe mënyrën për të si do të operojnë për të realizuar. Gjithmonë bën premtime zonja Malaj. Dhe i mban premtimet. Unë e ndjek në vazhdimsi. Keni një koment gjithashtu, zonja Malaj, për propozimin që hodhi në tavolinë zonja Ballauri për atë se si mund të punojmë të gjithë së bashku që ta zhbëjmë këtë mentalitet të shoqërisë sonë paragjykuese ndaj njerëzve që pasi kanë vuajtur dënimin e janë penduar aty brenda, duan të rifillojnë jetën nga e para. Pra që ta mësojmë shoqërinë në këtë mënyrë, zonja Ballauri propozoi që gjithçka e tillë të ishte pjesë e kurikulave.
që rëndishën e Barauri e di shumë mirë që jemi në fazën që po ndërtojmë kurrikulën e re dhe kurrikula e re qasja dhe këtyre fenomeneve, të cilat lidhen me standardin, me sigurinë, po dhe me mundësinë e të drejtës së çdo njeriu për të jetuar jetën dhe për ta vlerësuar dhe në rast se gabon. Sigurisht, shkalla e gabimit varet dhe nga vepra që ka bërë dhe natyrisht të gjitha rastet, rast pas rasti, mendoj që tashmë në grupin e punës që po punohet, sidomos në grupin e punës për lëndët të cilat lidhen me orientimin e drejtës së njeriut, me qytetarinë dhe me zhvillimin e qytetarimit, me situatën në ndryshme të bëhet pjesë e saj për të shikuar dhe për të dhënë raste konkrete pasi shumë e nevojshme. Me zonjën Ballauri kemi pas diskutuar së bashku dhe pas thënë që shumë e nevojshme të krijojmë një qasje ndryshe të shoqërisë sonë për ta parë dhe këtë flet jo si problemi komshiut, apo që si përket familjes sonë, por si një qasje ndryshe për të kuptuar që çdo kapital human, çdo qenie humane, e cila ka një dënim, do të thotë që në këtë pikë shoqëria ka dështuar, që shteti në një farë mënyrë ka dështuar dhe që gjithë organizmat nuk kanë qenë të suksesshëm. Sa më shumë që shtohet numri të burgosëve në burgje, aq më fragile, pra aq më e brisht është dhe demokracia dhe kjo tregon që erdhim shumë për të bërë. Sigurisht kjo do të realizohet në kuadër të gjithë aktorëve dhe të grupeve që po punojnë tani për kurrikulën e re. E qartë, faleminderit zonja Malaj për këtë ndërhyrje që Faleminderit dhe shumë suksese dhe shumë bashkë të gjithëve. Faleminderit edhe për premtimin që bët në transmetim të drejtë për drejtë. Ne sigurisht do t'ju ndjekim në VMC, ndërkohë do të shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me një tjetër histori njerëzore, të një tjetër ish të dënuaraje. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Anila Angjo, e cila akuzohej se vrau nënën e saj birësuese, fitoi gjithashtu lirinë rreth 3 javë më parë, po ajo sërish jeton në burgun e lirisë në ditët e sotme. Ndiqni historinë, rrëfimin e saj dhe në gazetares tonë Lediona Xheladinaj. Teksa flet lotët nuk i ndalë për asnjë çast, ndërsa nga duart nuk e lëshon librin që lexonte shpesh në qeli. 7 vite më parë Anila Angjo vrau nënën e saj birësuese, një krim për të cilin e di se nuk ka falje. Babai e braktisi dhe vitet e burgut kaluan pas një vizit, po kaq bosh ishte edhe dita kur ajo la qelin e burgut 325, teksa përfitoi nga amnistia. Në dalje nuk e priti askush, ndërsa sot ka mundur të gjejë një strehë pranë qendrës sociale të bashkisë në Pogradec. Në këtë intervistë për Njerëz në Fokus, Anila rrëfen ditët e pas burgut as pak të lehta, duke qenë se ende nuk ka siguruar një banesë dhe një punë për të nxjerrë të ardhura. Anila, tashmë pas 7 vitesh vuajtje dënimi, ju jeni e lirë. Si është jeta juaj tani? Tani jeta ime është shumë e qetë. Po pavarësisht se më lëndon ajo plaga e zemrës së nënës time, domethënë që unë nuk e di ku e kam varin, që di shkoj, të ndesin qiri, dua një kontakt me baba, mos më babi nuk pranon, e di që palje nuk ka, po të pak të një të afrëm të më vi këtu në teatri kuklave, edhe të komunikoj, se më kam amali shumë. Anila, flasim pak për jetën tuaj, si ka qenë para se të ndodhte krimi? Jeta ime ka qenë një jetë e thjeshtë, e sinqertë, domethënë një jetë adoleshent, një jetë e lirë, e harmonike, e qeshur me të gjithë, e dashur me të gjithë, e çiltër me të gjithë, e komunikueshme me të gjithë, pavarësisht se në gjendje depresioni, unë kryeva jakt, domethënë që nuk e fal vetes time sa të jem gjallë, pavarësisht se unë do ta kjaj të rjetën mamën time, për mua ajo do ngelet plag në zemër. Edhe për mua nuk, vërtet mund të kemi buzëqeshjen në fytyrë, po jo se mund të jemi gëzuar. Si ka qenë jeta tuaj brenda ambienteve të vuajtjes së dënimit? Kam vojtë, se s'kam pasur takime, as telefonata, dikush i thishte mama, bashkëbojtësve të mia, i thishte nënë, prisi mamatë, baballarët e tyre, unë qaja, kur merrin në telefon, as vetë nuk e besoj që e kam bërë. Po ja marrën me lexime, ja ku e kam edhe librin Sigmund Freud me psikologji,
ndoshta aty kam jetur edhe veten, pas largimin të Burgut edhe ardhja këtu, më qetëson liçeni, më qetësojnë dallgët, më qetëson Debora. Cilat të kishën munguar prej kaq vitesh? Shumë. Më kishin munguar edhe ndoshta e ndjej vetëm domethënë sikur po fluturoj si një zog në hapësirën e qiellit të kaltë të blu, pavarësisht se kam qenë e mbyllur. E shikoj që nuk e lëshoni librin nga duart. Çfarë shikoni, çfarë gjeni veten aty, çfarë? Këtu lexoj për psikologjia tërbishësore, domethënë flet për prindërimin, flet domethënë gjë si do të sillesh, si do të komunikosh, si do të jesh rreth familjes. Atë që më ndodhi mua, i them gjithë publikut shqiptar që mos i ndodh askujt të moshës time, ju lutem adolescenti, ju lutem, mos pini drogë, mos pini hashash, mos pini alkool, se ndoshta mund të përfundoni si që përfundova unë. Gjithë kohës që ne po flasin së bashku, ti je me lot në sy. Tashmun, ato nëndë të qaj të jetës më gjetën pranë në gjitha momente më të vështira të jetës time. Më kanë veshur, më kanë bathur, më kanë shqyrë, më rinte pranë, më ilaçe, me gjitha. Ishte vetë burë, vetë grua, kurse babajnë e kam pasur të qetë, një oficer, ushtarak, më ka thënë një edukat, dhe më thënë që edukatën e kam pasur në burë, më mësovi gjithë jetës, më në fund t'jash problema shumë të. Sipas psikologës së qendrës sociale pas daljes nga burgu, Anila është e qetë, ndërkohë që qëndrimi pranë saj do të jetë në varësi të rehabilitimit. Anila është e qetë. Me Anilën kam bërë dhe seanca dëgjimore të cilat ajo i kishte shumë të nevojshme. Anila është stabilizuar, është e qetë. Kryesorja është që ne kemi bërë dhe kontakt me mjekun psikiatër për të hapur një kartel për të parë gjendjen e saj, pasi është domosdoshme që edhe Anila të marrë medikamentet, të cilat ajo për momentin i ka të depozituara, por që duhet në vazhdimsi. Qendra siç e shihni është më se normale, ambienti është i ngrohtë. Kemi siguruar ushqimin, i cili i vjen Anilës në të 3 vaktet. Jemi gjendur me veshmbathje, me të gjitha kushtet e domosdoshme që duhet një jetesë normale, dhe mbi të gjitha Anilës si është dhënë mbështetja nga ana psikologjike, morale dhe gjithçka. Ne si bashki kemi marrë masa që Anilës në radhë parë t'ia akordohet një ndihmë ekonomike, e cila do ta ndihmojë shumë si fillim. Qëndrimi këtu është pa një kohë afat të caktuar, derisa ne të shohim dhe si do vazhdoj gjendja e saj dhe t'i japim mundësinë asaj për të rehabilituar me jetën jashtë dhe ajo të kuptoj, domethënë tashmë që nuk është një njeri i izoluar, por është njeri si gjithë të tjerë. Ëndrat e Anilës nuk janë shuar. Ajo do të krijojë një familje të sajën, e pse jo të ketë edhe një djalë, por për të ecur përpara ajo apelon për ndihmë, kërkon një banesë e mbi të gjitha një punë për të përballuar jetesën. Të kisha një banesë, të kisha një punë të thjeshtë, ta paguaja të banesë, edhe më vonë të ishte imja për jetë. Pastaj të krijoja një familje të cilën do doja shumë, që të kisha një çumë që të përkas dashurisë, sinqeritetit dhe thjeshtësisë time. Ka ardhur dikush babai tuaj t'ju takoj pasi keni dalë nga burgu? Jo, nuk ka ardhur. Regjinat pa ju, po unë e di se falje nuk ka, këtë e di, për të pak të le të tegoj një të afërm të ti, të mos e fotografinë e nenës, ta puth me ma, se më ka marrë shumë madhë, e një fotografi të ti, pa që sa i nuk po falë, këtë e di fare mi. Cila është dëshira juaj me madhe në këtë moment? Që të takoj me baban ti me të ri pranë ti ta përqafoj. Të vetëm në varin e nënës time. Ky ishte burgu i lirisë për Anila Anxhon, e cila vrau nënën e saj birësuese në kushte të rënda së kohë, ishte e alkolizuar, ndoshta edhe përdoruese e një droge të caktuar. Është një intervistë e cila është realizuar nga kolegja ime Lediona Xheladinaj pak ditë më parë, ndërkohë që vetëm 2 ditë më parë Lediona, kolegja ime, shkoi sërish në vendin ku ajo qëndron, e ritakoi sërish, gjendja e saj këtë radhë nuk ishte as pak e mirë,
prej disa ditësh kishte refuzuar të pinte ilaçet dhe kuptohet që gjendja nuk ishte e mirë, por lajmi i mirë është se babai ka shkuar të takoj Anila Anxhon. Tani diskutimi që ngrihet, se shoh që janë shumëta mesazhet që mbërrin në faqen e Njerëz në Fokus, thonë se si mundet, se po është kolegja Ledionia Xheladina e cila më shton informacionin që sa po thash, pra që Jati ka shkuar të takoj dhe që ka premtuar se do të takoj atë rregullisht. Faleminderit Lediona, por ndjek çdo informacion që të kesh sërish mund të ma dërgosh, sepse do ta bëj patjetër më njëherë publik për rastin. Pyetja që ngrihet është si mundet që ju ende diskutoni për një njeri si Anila Anxho, shoqëria, mesazhet e njerëzve janë që mbërrin. Pra, ju jepni zë një njeriu që është vrasës dhe që nuk meriton, thonë ata, të trajtohet në këtë mënyrë që po trajtohet. Shiko, çështja e atij që ka vrarë dhe që ka dhe të drejtën mbasi bën burgun, sado që t'jetë dënimi të rehabilitohet, është drejta e tij dhe ne duhet ta respektojmë, pavarësisht se çfarë burgu sa të gjatë ka bërë dhe çfarë dënimi ka marrë. Në këtë rast është amnistia ndofta që i bën njerëzit pak sa më dyshues, sepse mendojnë që këta njerëz gjithsesi janë vrasës dhe ja dolën shumë shpejt edhe. Shko, kultura e shoqërisë tonë është shumë e ngatruar në këtë aspekt. Ajo që unë shikoj në rastin konkret është shumë e ndërlikuar. Që do të thotë? Që do të thotë që kemi të bëjmë me një person i cili vërtet në atë që ka bërë është një vrasje monstruoze, dhe më thonë një vrasje e shumë fish do të thosha unë, një vrasje jo vetëm por kur mendojnë që është një nënë vërësuse... Anila Anxho ishte vërsuar nga nëna që sot nuk jeton më, por ajo ishte vetëm 2 vjeçë. Do me dhe kur mendojnë që është dhe një birësim, është një super mosmirnjohje, super... Do me dhe duket si kur rëndohet më shumë krimi. Aq më tepër, kam përshtypjen se ajo mund të ketë qenë dhe depresive, dhe këto nuk mund t'i them unë, duhet t'i thot patjetër mjeku që... Dhe unë do të desha që për shembull dhe në intervistën që gazetarja juaj bëri, çështja të dilte më qartë, sepse nuk mendoj që njeri tillë kaq normal dhe kaq gjak ftohtë të ke vrarë nënën dhe pastaj të jetë përsëri normal. Kam përshtypjen se ajo duhet të ketë pasur. Ajo mund të ishte një duke u mjekuar për gjendjen e saj depresive në cilën ndodhet. Dhe unë ju thash informacionin shtesë që aktualisht ajo nuk është as pak në gjendje të mirë për shkak se nuk i ka pirë edhe ilaçe dhe nuk pranon sistemin e burgjeve po megjithatë mendor që zonja Taja më jap më shumë informacion. Po kolegja ime Ledionia Xheladina i ka shkuar sërish ta vizitojë dhe e konfirmon se gjendja është e mirë. Që kanë kryer vrasjen në sistemin e burgjeve Ola ka pafund, kështu që ne duhet kuptojmë të ndajmë njeriu që ka kryer krim në kushtet e depresionit të thellë dhe që është ka qenë e përshkruar. E përshkruar, po edhe vetë Anila Anxho bëri thirrje shoqërisë, mos tani mos u institucioni i ka siguruar depresivet për një kohë prej 2 muajsh. Zonja Taja, ju lutem. Të marrim informacion shtesë nga zonja Taja, ju lutem. Jo, se dua të analizoj rastin po analizojmë. Po. Nëse keni informacion shtesë, po. Unë me Anilën po thuaj se flas minimumi 2 herë, 3 herë në ditë. Po. Sepse më vjen keq për shkak që ajo është e smur dhe kam gjithmonë merakun, i pive ilaçet si pive. Pra konfirmoni që ajo... Por gjithsesi është telefonat, po ajo vuan përdor. Po, përdor rregullisht të treja vakte, aloperidol dhe qetësues. Nuk e di emrin e diagnozës, po është e smur. Përdor depresive prej vitesh. Me depresion të qytetarët e çuditur dhe të reagojnë akoma më shumë. Kemi bëjmë me person të smur i cili ndofta ka vendin në spital. Dhe duhet trajtuar në gjendje spitalore. Shiko se pra nuk kemi të bëjmë me një grua si ajo e para. Ta lëm zonjën Taja të përfundoj informacionin që po është shumë një sektor të kujdesit veçantë, që quhet SKV në sistemin e burgjeve dhe ato janë të ndarë dhe të veçuar nga pjesa normale që kryen krime, po pa diskutim. Pa diskutim dhe nën kujdesin e mjekut. Dhe po në vjimësi të kësaj që thanë, brenda burgut, pas i kaloj atë pjesën e diagnostikimit e merat, për shkak se kujdesi ishte shumë i mirë, duke marrë ilaçet rregullisht, ajo ishte shumë mirë brenda normave. Por frika ime më e madhe është tani më mbrapa. Vërtet Anila do një vend, një banesë, thot ajo që është shumë e ndërgjegjshme, do ta paguaj dhe vetë, madje ditën që unë e kam marrë nga burgu dhe e kam bërë transportin, akomodimin, ajo tha, Vita, i kam kërkuar kuzhinieres të më japi bukë me vete se s'dua që të harxoj ty.
Do të thonë, ose ka, pra është ndërgjegjshme, por tani frika ime është që... Edhe pse po bëm të vita, ne duhet të jemi mirënjohës institucioneve që i kanë dhënë asistencë sociale, i kanë dhënë një banesë, dhe i kanë dhënë një dorë, një psikologë, kjo nuk është pak është. Mos duhet të shkonte në spital, po spitali nuk i merr nga dera burgut dhe të ketë një institucion të posaçëm që në momentin që kryen dënimin se ata kanë, do të thonë, kanë diagnozën që duhet të kurohen në spital, sigurisht i merr. Mund të shtet diçka më falni. Patjetër, jam dakord që nëse është në krizë mund të shkojë në spital, por në gjendjen që ajo është dhe në dijenin time, jo vetëm në rastin e Anilës, por edhe në rastet e tjera. Në Shqipërinë nuk kemi qendra rehabilitimi për këto persona që vetëm në shtëpi nuk mund të rinë, por edhe nuk janë në krizë që t'i mbaj spitali. Pritet kriza që spitali mund t'i marrë. Pritet kriza që spitali mund t'i marrë. Po ndoshta kur të ndodhë kriza. Kështu që këtë duhet të them, frika ime është për shembull të premte në darkë, të premte në darkë, në mes të natës ka qenë shumë i ftohtë në Pogradec dhe ka shkuar një pas 3 tjetër që ishte nxjerr nga kjo qendra e strehimit ku është akomoduar Anila, dhe me të drejtën e vet ka rënë në derë se donte të futej brenda si kishte ftohtë. Dhe Anila është trembur. Dhe nga stresi, ajo ka pirë gjysmën e shishes në peridolit. Pra ajo ka nevoj për një kujdes, ose një moment tjetër ka shkuar tek çifti që unë kisha akomoduar në fillim, Ermal dhe Vasilika Rap, që është çifti që kanë streuar për 2 ditë. Unë do doja t'i falenderoja shumë këta dy njerëz të mirë që kanë streuar pa patur asnjë lloj paragjykimi. Di që kanë dhe një fëmijë të vogël dhe nuk e kanë patur problem që dhe fëmia e vogël të qëndronte me Anilën e të bënte madje edhe një fotografi. Dua t'i falenderoj nga zemra në fakt dhe dua ta sjell edhe si një shembull që nuk duhet i paragjykojmë. Unë i kisha kërkuar këtij çifti vetëm sa ta çonte Anilën në hotel, edhe lekët. Pyetje njerëzve, është normale që ky çift të strehonte një njerëz si Anila Angjo? Po, për ne si besimtarë të krishterë është më se normale. Ne nuk i paragjykojmë për veprimin që ka bërë, por shikojmë se si mund ta rehabilitojmë. Dhe madje ky çift nuk i kam kërkuar që ta mbaj në shtëpi. Vetëm kam thënë transportin deri te hoteli dhe gjatë ditëve, por ajo ka thënë si mund ta lej vetë. Po i kam zonja kishte probleme me dorën. Se kjo është një domosdoshmëri, besoj, aq më tepër që çifti paska dhe fëmijë të vogël që tani mos ti Po kjo nuk ishte e rrezikshme, më fal zonja Jakaj. Domethënë ju sqaroj diçka. Po jo, për gjithë skeptikët që ndërtojnë pra Anila Angjo ka qëndruar pra një fëmijë të vogël. Ka qëndruar pra një fëmijë të vogël, por është kujdesur një staf policor dhe një staf edukimi që kanë ndëjtur me to gjatë gjithë kohës, 24 orë në këtë familje. Ato s'kan pas kur frikë, si shërbejnë, ta lajnë, ta pastrojnë, sepse ajo një periudhë kohë të caktuar, jo ka qenë e pamundur edhe fizikisht. Pra aty ka një staf. Vitat lutem që të sqaroj sepse është shumë e rëndësishme të kuptojnë njerëzit që aty punon një staf prej 150 vetëve që kujdesen në maksimumin e mundshëm për gjithçka dhe përpos kësaj pjesës, përveç pjesës fetare që unë s'dua të futem te pjesa e Krishtit edhe e Muhamedit sepse secili e di vetë pjesën e fezëve edhe e besimit që ka brenda shpirtit të tij, por unë dua të them që institucionalisht dhe me rrugë shtetërore dhe ligjore, ky person është ndjekur që nga Ministria e Kulturës, nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, sepse ne kemi një staf mjekësor që unë kam aktualisht 4 infermierë dhe një mjekë dhe një stomatolog, pra ne i kemi siguruar kurën, se po i numëroj tani. Ju ja keni siguruar kurën edhe tani që është 2 muaj, por varet se kush do e ndjek kurën tani normalisht. Kemi siguruar në mënyrë të rregullt, të bilat që të me të rregullt është dermatologun, sepse vetë Drejtoria Burgjeve nuk ka një fond për të sistemuar tërgojën e një të dënuari dhe ne me fondet e brendshme duke mbledhur te secili punonjës një kontribut vullnetar, i kemi vënë dhëmbët të Anilës, pra ne jemi njerëzor, ne duam t'japim një moral që ajo ka kryer një krim, por ne si shoqëri duhet t'i rehabilitojmë dhe të smurët dhe këta me probleme, por dhe ata pa probleme, është lehtë të paragjykojmë, por duhet t'i ndihmojmë që mos të ketë shoqëria përsëri të tilla probleme. Lediona Xheladinaj më thotë se Anila është shumë e shoqëruar dhe shumë e dashur si person, por është kështu gjithmonë apo është vetëm kështu në efektin e medikamenteve? Para dhe dyta, përderisa ekziston ky rrezik që edhe zonja Sheshi e përmendi, si mund të mbrojmë shoqërinë që rrethon Anilën, pa dashur ta paragjykoj, po mund të ketë një krizë të caktuar shëndeti mendor
është i vështirë edhe është i paparashikueshëm. Si mund të shpëtojmë pjesën tjetër të shoqërisë nga një krizë e mundshme që mund të ketë? Po ja, pra kjo është, prandaj duhet të ketë një analizë shumë të mirë të specializuar, mendoj unë, se çfarë probleme ka ky person, dhe këto e japin shumë kollaj mjekët. Duhet një ekip multidisiplinar, kam përshtypjen që duhet ndjek rastin. Siç zonja tha që institucionet rinë dhe ruajnë, normalisht duhet ishte dhënë një diagnozë dhe duhet diagnoza e mjekut tregon se ku duhet të rinte dhe sa duhet të rinte dhe si duhet drejtuar. Në momentin që doli ajo s'kishte në mënyrë kategorike, por me këto negocimet e të gjithëve ne, kemi arritur që i kërkojmë ka qenë agresive Anila Angjo në burg. Që në momentin që unë kam marrë detyra, nuk ka qenë agresive. Po ju e keni gjetur në një gjendje agresive kur keni marrë? Unë e kam gjetur në një gjendje krahasimisht të mirë me gjendjen e pararendësës, sipas punojësve të edukimit, të shëndetësisë dhe të policisë. Përmirësimi i saj ka qenë i ndjeshëm të paktën vitin e fundit. Por ka qenë agresive. Unë kujtoj që tër Alidemi, tër punojësit, ne ishim të shqetësuar ku do akomandojmë Anilën. Pra ne kishim shqetësim individual. Po me sa shumë ajo ka pasur një mbështetje shumë të mirë dhe ka akoma. Siç thoni ju, jeni koordinuar për bukuri. Ajo që unë them drejtën, dua ta hap pak më shumë se sa Anila vetë, sepse Anila mendoj unë është një person i cili do vazhdoj, shpresoj që çdo gjë padyshim. Por ajo që më shqetëson më shumë përsëri në ato që ajo tregoi, ndoshta është një ndjesi e gabuar, por mendoj që edhe në qoftë se nuk i ka qelluar asaj, mendoj që shumë njerëz të tjerë mund ta kenë. Ajo ka qenë alkolizuar, ndoshta alkooli krijoi problemet e depresionit, e droguar. Por unë mendoj dhe për një gjë të cilën shoqëria shqiptare bën dëndur dhe përsëri nuk është e përgatitur që ta përballojë dhe ta rregullojë, që është bullying. Dhe bullying është ajo që ndodh kryesisht kur ne jemi të vegjël, domethënë kur njerëzit janë të vegjël, ndodh shumë nëpër shkolla dhe nuk besoj dhe nuk absolutisht po dhe nuk besoj kurs dhe mos ai Freudi që ajo lexonte shpjegon shumë mirë këtë gjë. Po njeriu thotë dhe Freudi vet ka disa mekanizma mbrojtës që mund t'i përdor. Po jo për çdo njeri mund ta ketë. Por jo çdo njeri, dhe aq më tepër mund ta tejgalojë efektin e bullizmit e kam fjalën. E pra, po kjo ndodh në individ shumë të fuqishëm dhe aq më tepër jo në shoqëri të cilat janë nuk e quajnë bullying ndonjë bullizmin nuk e quajnë një problem, nuk e quajnë një tëmet, nuk arrin ta kuptojnë se pari nuk e njohin dhe vetë nuk e riparojnë dot. S'kan mekanizma për ta riparuar. Prandaj në këtë aspekt unë thash që ajo që s'folëm për kurrikulën thjesht se u fut diçka dhe nuk është ajo zgjidhja. Zgjidhja është shumë me hollësishme. Zgjidhja është të përcaktosh të gjithë strukturat të kombinohen me njëra tjetrën dhe të punojnë për një qëllim të caktuar. Zgjidhja nuk është vetëm t'ia tregosh fëmijëve se çfarë është bullizmi dhe mos e bëni këtë, por si duhet praktikisht mos ta bësh këtë, dhe të ketë ligje të cilat e dënojnë, dhe të ketë mënyra praktike të cilat e riparojnë. Do të thënë gjithë shoqëria duhet jetë, por ne nuk e njohim të si efekt. Dhe jo vetëm nuk e njohim si një fenomen, por nuk ja dim dot, nuk ja kuptojmë dot efektet negative që ka. Dhe unë jam e sigurt që ajo fëmijë po ta pyesësh dhe nuk e di çfarë analize është bërë me Anilën për t'i bërë një intervizë vërtet nga ana e psikologut dhe për të kaluar tamam te fëminia e saj, se çfarë ajo ka ndjerë dhe si është transformimi. Raste të tilla janë shumë të mira që case study për të vazhduar studimin. I ka dy llojet e mjekimit dhe nuk flas për këtë, fola më shumë në ligjet aktuale nuk hospitalizohen përgjithsisht personat që janë rehabilituar dhe personat që mjekimin e kanë marrë në mënyrë të rregullt dhe është parë një përmirësim. Pra, vetë ligji e përcakton fare qartë që këto persona nuk hospitalizohen dhe detyrën tonë ne e kemi mendoj se kemi realizuar më së miri dhe njerëzit më mirë të falenderojnë për raste të tilla se të bëjnë paragjykime. Që të bëjmë një analizë më të madhe në shoqëri. Sigurisht, për të tëra raste. Pse ndodhin këto raste të tilla? Pse të çojnë këto në krim? Është tipik që i shkon për shtat titullit të këtij emisioni. Ajo po jeton burgun e lirisë. Si mund ta ndihmojmë dhe çfarë duhet bërë? Cilat janë nevojat emergjente tani në Angjo? Nevojat ja krijojnë shoqata mos kemerak. Nuk është kjo. Jo, nuk është që duhet ta ndaloj aty mos kimerak, nuk është e vërtetë. Për shembull, dhe shoqatat janë kufizuar. Pra, s'jeni për gjithmonë aty në rast. Unë për shembull rastin në Anilës konkret i kam kërkuar pastorit të kishës atje, kishës ungjillore, për ato 2 net që na është kërkuar nga institucioni ndihmë, sepse pastaj do ta merrte bashkia. Dhe prap
ata kanë bërë pak më shumë se sa 2 net, e mbështesin nga ana e ushqimit, Universiteti Nehemia, jo Kisha, gatuan edhe çon ushqimin për Anilën çdo ditë, plus ilacet edhe, por kjo është e kufizuar deri në qershor. Çfarë do bëhet? Mendoj që psikologja e bashkisë në na e dha përgjigjen, që ne jemi pranë saj në qendrën atje ku është, në bashkinë Pogrades. Ajo tha që nuk ka një afat të përcaktuar që ajo sa kohë do ri, do të thotë që ajo mund të ri edhe për te qershorit. Në qoftë se nuk bëhet e mundur sigurimi një bonusi qeraje ose një banesë sociale, sigurisht, ajo tha që ne do t'i asistojmë, i kemi ndonjë pranë edhe me veshje dhe me ashtu. Ato janë spitali, mjeku psikiatër që është dhe drejtori dhe cilin duhet ta falenderoj. Pastaj ne nuk duhet që të marrim edhe në çik kompetencat e pjesës mjekësore, se asnjë nga ne këtu nuk është mjek, do jetë mjeku, vendimi i mjekut ose një komisioni mjekësor që do të vendosin nëse ky person duhet që të vazhdojë jetën normale jashtë një institucioni të rehabilitimit ose do të qëndroj. Kështu që mendoj që në bashkëpunim dhe në Pogradec ka dhe shoqata të tjera, ka dhe shoqata në ndihmë të grave, që janë shoqata shumë të mira, të cilat ato mund të bashkëpunojnë së bashku me këto shoqata tuaja, që t'i asistojnë sa më mirë rastit në fjalë për ta rehabilituar. Lediona Gjeladinaj, gazetare News 24, më informon se babai e ka pranuar, por ende nuk e ka falur, dhe kjo përbën një tjetër problematik ndoshta në marrëdhënien mes të dyve në të ardhmen. Detyrë tjetër bashkisë së Pogradecit, konkretisht kryetari i bashkisë Eduard Kapri, i mbetet, nëse mund ta ndihmoj Anila Anxhon, është mbi të gjitha strehimi. Pra ajo që po flisnim deri në këtë moment. Kështu që nëse zoti Kapri na dëgjon në këtë momente, është i lirë të bëj ndërhyrjen e vet në transmetim të drejt për drejt këtu në emisionin Njerëz në Fokus. Ndërkohë, dua t'i drejtohem pak Verës, Vera Camajt. Vera, më dëgjon? E njihje, ishe miqësuar me Anila Anxhon? Po. Çfarë të rëfente? Cila ishte marrëdhënia që ju kishit? Kisha shumë marrëdhënie të mira, nuk ka qenë agresive, ka qenë shumë agresive? Ja. Bile që korë, tash një vit si korë drejtoresh aty, Anila korë, ashtu ja 100% normale. Cili ishte pengu i saj më i madh, nëse ta ka rrëfyer? Ishte penu për nanën shumë. Ta kishte rrëfyer se si kishte ndodhur ngjarja dhe pse ishte detyruar të kryente këtë krim? Ka qenë depresion e sipër. Ka qenë alkoolizuar? Më kanë tha deshëm, më kanë tha në efektin e alkoolit. Jem kanë tha shumë me shoqnin, Me kuptoj. Okej, faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi në pjesën e fundit të emisionit dhe flasim për zonjën Fatime Frexhaj, e cila është intervistuar nga kolegja Ola Mitre. Jemi gati, jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë të emisionit. Rasti që do t'ju propozojmë të ndiqni në këto momente është një tjetër histori njerëzore. E një tjetër zonjë e cila sot nuk është më në burg, është Fatime Frexhaj, është intervistuar nga kolegja Ola Mitre. Për birin e saj do të sakrifikonte gjithçka, por kur nuk e kishte menduar se në çantat e ushqimit që po i çonte brenda qelis do të kishte drogë. Fatime Frexhaj thot se ra prej një kurthi që i kushtoi 2 vjet heqje lirie. Mosha në prag të pensionit bëri që ajo të lërë qelit para mbylljes së dënimit, por sot ajo nuk di të thot nëse ishte më mirë brenda apo jashtë. Me shumë mundim ka mundur të gjejë një çadër ku sot ngryz ditët, një barak që nuk e mbron shumë nga i ftohti, ndërkohë që për të siguruar jetesën është detyruar të mbledh kanoçe e mbledhje plastike, një punë as pak e përshtatshme për moshën e saj, por që për Fatimen është zgjidhja e vetme. Fatime, a mund të na thuash për çfarë vepre penale ndodheshe brenda qelive të burgut 325? Për drogë. Dija që ishte kartë Vodafone, se dija që ishte drogë. Ishte një kurthi përgatitur prej nusës djarit në bashkëpunim me shefin e krimeve të Peqinit. Ju akuzuat se tentuat të futnit hashash, drogë në qelit e burgut për djalin tuaj që është duke vuajtur dënimin. Po. Unë u habita, bile kur më erdhen, unë kam dalë me karrocë për me mbledh kanaçe, ku kanë ardhur drejtoria e Tiranës. Më kanë bërë kontrollin në shtëpi, më kanë marrë në telefon.
Tha jena policia, i thash fundi djem t'i kam burg, i thash unë çdo policia të unë sepse nuk e dishe. Sa vite u dënuan për këtë vepër penale? 3.4, unë dhe 3.4 djali. Dola për burgut jetova me ta. Erdi djali në janar me gjithë shoqen. Nuk erdi me më taku e shoqja, erdi vetëm djali, na thirri për kafe. U gric me mu, qova ika për i tavolinet, dhe erdi ati në shpi, më tha mu ti dhe më mda për i djalit. Dhe që aty, mas viti 3, unë kam marrë në këtë nështë godinë. Si ishte jeta pasi le qelit e burgut? Jeta për mu ka kanë vështirë që kur kam fillu me xhan me në zemër. Normale që edhe sikur mas ma kishte bë gropë në nusja djalit, unë të vështirë me dy të smurë. Me çfarë punë merresh tani? Me kanat. Po s'kam kartë identitetit për momentin, që me mblidh bashkia 100.000 lek në muj. Sa e vështirë është për ty të punosh duke mbledhur kanaçe në për rrugë dhe në për kosha? Kur kam fillu, në fillim e kam pas shumë të vështirë. Më vite shumë turp. Sikur ramë, shumë turp. Banorët e lagjës vetë ma kanë dhënë këtë kurajo në rrugë 5 maj, që dhe më thanë, fidho të inkuraju vetën teme. Se isha të 2 djemë në burge, 2 të smurt në shpije, isha e detyrume me majtë edhe fëmijët në përburgje, me majtë edhe familjen këtu. Doje të kisha një punë më të përshtatshme për moshën tënde? Ti je në prag pensioni. Unë jam në prag pensioni, nuk kisha dashur se puna më man, lëvizja më man, por s'merr kush për moshën që kam. Nga ana e zyrave të punës ke patur në një ofertë? Jo, nga zyrat e punës jo. Është më e vështirë jeta brenda qelive të burgut apo jashtë tyre? Për mu, jashtë është lodhje madhe psikologjike, kurse për mrena nuk i peshoj në kanar farmacijet sa kapacitet, sa karakter ka dhe e vlerësoj për atë që janë. Pra po më thoni që nuk dini të bëni dallimin mes ditëve të kaluara në burg dhe atyre jashtë? Jo. Pas daljes nga burgu, vështirësitë ekonomike nuk ishin të vetmet me të cilat Fatimia u përball. Vajza e saj që vuan nga një sëmundje e shëndetit mendor tentoi vetvrasjen, duke u hedhur nga kati 6 i banesës së të atit, ndërkohë që sot ajo është duke luftuar me vdekjen në Spitalin Universitar të Traumës. Sipas Fatimes, vajza trajtohet me pagesë pa aftësie, por nuk merr pagesën e shoqëruesit të cilin e ka më së të nevojshëm. Faktike unë që kur dojgjë vetën, i kam pa thonë doktoresh, ndroj diagnozë. Kjo ka nevoj për njeri sa para mrapa. Dhe nuk më ndroj diagnozën, vajzën të shinjanare kam ba për përstritje kempit, urna, vajza, nështë ametet sakat. Kush do përgjigjet? Merë pagesë pa aftësie vajza? 97.000 lek. Për shoqërus nuk merë? Absolutisht jo, unë jam e detyruar me dal me punu. Nuk duhen me më arrit vajza deri këtu. Do të kisha marrë gjithmonë mrapa. Ama unë du me hangër, du me jetu. Mirë, keq, mirë ashtu si e kam të shkruar me jetu. Kësha jetoj me jetes, nuk jetoj në jetes. Po të paktën të mbi jetoj. Pra që sa ta kem të shkruar me mbi jetu. Çfarë apeli ke? Ma kryesorja, një banesë nga bashkia, me më ndihmoj një banesë që jetoj si njeri për kaq s'ko. Sa më kanë me tjetë. Një copë punë, çoj do, që të lëviz, që mas të merrem me këto. Unë jam e detyruar me pagu qeran, me pagu dritat, me pagu ujin. Kjo dramë e madhe shoqëron Fatime Frexhajn sot, teksa ajo nuk është më në burg. Zonja Sheshi, ju jeni marrë me këtë rast, jo vetëm me këtë rast sigurisht, po me që jemi te ky rast. Ky është një nga rastet, nga 2 rastet me cilat ne i kemi referuar në njësinë pranë punës zinore koordinator vendore të dhunës në Bashkinë Tiranë, edhe janë duke u asistuar nga Drejtoria e Shërbimit Social të kësaj bashkie. Zonjës po i bëhet, më thënë ndihmesa përsa i takon dokumentacionit, sepse bëhet fjalë që zonja nuk ishte kartë në identitetit. Me thënë do të filloj procesi që nga gjërat me elementare, po sigurisht. Për dokumentacionit, kartë në identitetit, do të asistohet nga punojësit e përkatës për të plotësuar dosjen për përfitimin e një banese sociale ose bonus qiraje, varet si do të vendosi Këshilli Bashkiak,
Ndërkohë, do të asistohet dhe për të bërë dokumentat për pension, sepse si që dëgjuat, ajo kishte një mosh relativisht, më thënë, të madhe, dhe nuk bëhet fjalë që mund të shikoj për gjetur ndonjë punë. Do me thënë, se cili rast ka specifikën e vetë. Ku gjenë forcën për të jetuar, pavarësisht gjithë dramave që po sigurisht që forcë, njeriu e ka forcën, njeriu e ka forcën, çdo njeri ka forcën e brendshme, edhe është ajo, si thua, instikti për të mbijetuar, kështu që edhe ky rast është si të gjitha këto rastet të tjera që kërkojnë të mbijetojnë dhe të përshtaten. Rasti Fatimes është shumë specifik, Ola, dhe në fakt unë i bëj thirrje edhe kryetarit bashkisë, zotit Erion Veliaj, që pasi të pajiset me mjetin identifikues, kjo zonë duhet ndihmuar, sepse ka 2 fëmijë me probleme mendore, ka një jetë të tërë në vuajtje, në skamje dhe në mjerim, një jetë që ka përplasur sa në një dallg tjetër, dhe është një rast që duhet parë nga bashkia, nga shoqëria dhe nga gjithë ne për ta ndihmuar, sepse vetëm ndihma jonë e imja si institucion e vites si shoqat, këto ndihmat e vogla që ne i kemi krijuar dhe i kemi dhënë, nuk mjaftojnë. Ka nevojë për të vënë dorën shteti. Një nevojë emergjente dhe më shpejt. Është procesi. Tani janë dhe disa procesi është i gjatë, Eva, është i gjatë. Për shembull, vendosja në Borës Qirat jepet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, dhe mbledhja e Këshillit Bashkiak ka një afat caktuar kur mblidhet. Mendoj për raste emergjente duhet shkurtuar, se zë fill nga fjala e Elsës që kur erdhën në Komisioni Evropian, në mos gaboj më the, thanë që 50 gra janë shumë pak. Pra ato 80-90 gra janë gjithsej dhe këto 80-90 gra, ne duhet kalojmë edhe ato halkat. Unë të mbështes e dashuroj në këtë proces, por njëkohësisht, unë nuk doja që, do me thënë, të bëjë një përjashtim për këto gra që dole nga ky. Ndërkohë kemi shumë gra të dhunuara, që janë të mbijetuara nga dhuna në familje, dhe janë me fëmijë të vegjël, janë me një problematik super të ngjeshur, dhe sigurisht që ne i shikojmë me shumë prioritet këto raste fillimisht dhe gjitha rastet bashkërisht. Se vënë në gjyshim punën tuaj, por duhen procedurat që janë zonjës në fjalë, rastit në fjalë, i është ofruar mbështetja e menjëhershme nga bashkia, nga në punëse gjinore, kanë kontaktuar drejt menjëherë sa po morën informacionin nga ne dhe u referua si rast, kanë kontaktuar ato me zonjën, e kanë gjetur ku është, e kanë thirrur në zyrën e tyre, e kanë shoqëruar punojësja vendore pranë në zyrës së shërbimit social për t'i dhënë asistencën ose për ta e dur përsa i përket dokumentacionit dhe ku diun, por janë njësër procedura që këto ndiqen. Ndërkohë që për momentin ajo ka dhe një mbështetje nga një organizat përsa i takon ushqimit ose për të mbijetuar, kështu që e shoqërusit, pse nuk ja japin? Atë e vendos komisioni, jo nuk e vendos bashkia, ka një komision mediko-legal që e përcakton për çdo rast që të ketë pagesë për aftësitë kufizuar, ose do të ketë dhe pagesë për persona shoqërues. Nuk kemi ne besoj paneli që duhet të themi e jep ose se jep të gjë. Pa diskutim. Kishte diçka për të shtuar për rastin, apo jo? Jo, në mbështetjet e asaj, por Fatimia ka qenë kur ishte në burg, ka qenë një person vërtet i vuajtur. Edhe nuk ishte një person që donte të manipulonte, që kam nevojë, s'ka nevojë për shampo dhe thot dua shampo. Pse ndodh kjo në burg? Pa diskutim që ndodh. Edhe për shampo. Po, që të nevoja më e vockël për shumë të premten, një grua rome, nuk duat ja përmend emrin, edhe thoshte do dal, pretendon të dali këtë javë, se nuk e di sa është vërtet nga ana ligjore, dhe tha të lutem kam nevojë për një çantë nga ato plastike të thjeshtë fare, sepse më vjen zor nga policët kur të dal, t'i fus rrobat në një qese të zezë dhe madje atë e kam të grisur. Kështu rastesh kemi pafund. Pafund dhe ne e fillojmë ditën, do e filloj ditën me bllokun me listë dhe s'di ku të Kurse Fatimia kishte një lloj personaliteti që nuk do të mëshirën. Kishte një karakter të fortë, një tregoshë shpesh herë lider që të bënte ekuilibrin. Ishte hera e parë që qëndronte në burg? Jo, ka qenë edhe herë të tjera. Ka qenë edhe në kohën e sistemit Përse ka qenë dënuar më herët?
Me thënë drejtën, neve nuk na lejohet i pyesim, ne nuk i pyesim, përse i dënuar çfarë ke bërë, nuk e di shumë mirë, por nuk ka dalë me amnisti. Nuk amnistoshin përsëritësa, kështu që ka dalë 2 ditë për amnistis, por Eve si ja referova. Ishte era e tretë që ishte në burg. Po, Eve si ja referova si rast, duke ditur që Eva shumë e ndjeshme dhe si grua dhe Fatimia ka shumë nevojë dhe unë kam besim që Eva do ta ndjek rastin e Fatimës. Jo, vetë fjalë, domethënë që këto raste ne do t'i zgjidhim Gjoja apo Eva, këto raste i zgjidhin atë që tha dhe Elca, është një bashkëpunim institucional. Shikon, nxitja jonë është një rol shumë i madh që duhet të marrin institucionet e qeverisjes vendore, pushteti vendor, sepse me ndarjen e re administrative dhe marrjen e kompetencave në bazë të ligjit të ri për pushtetin vendor, sigurisht që shërbimet bazë dhe shërbimet sociale është një detyrim, absolutisht një detyrim i drejtë për drejtë i pushtetit vendor. Kështu që një bashkëpunim shumë i mirë, sigurisht që Ministria ka detyrë kryesore artimin e politikave dhe legjislacionit dhe për këtë është, por ndërkohë ka edhe nxitjen e mekanizmave dhe institucioneve që kanë varësi për ta bërë sa më mirë zbatimin e këtij legjislacioni dhe këtyre politikave, nuk do të çmungojë dhe do të jetë shumë e ndjeshme, sidomos për kategori të tilla, por unë sërish do të thoja që pushteti vendor duhet të marrë të gjitha përgjegjësitë mbi vete, sidomos me ofrim të shërbimeve të ndryshme sociale. Jo vetëm për këto raste, që është rast emergjent që ne po i diskutojmë në panelin e sotëm, por të gjitha rastet e personave që vinë nga grupet e vulnerabël, nga grupet që janë më të ndjeshme në shoqëri dhe që kanë më shumë nevojë për ndihmën e shoqërisë. Ne u premtoj publikisht që ne do të mblidhemi një herë tjetër në një tjetër emision së shpejti për të folur për risocializimin dhe reintegrimin e grave që dikur kanë qenë të dhunuara, sepse është e rëndësishme, por mund t'jenë... Unë jam shumë interesuar dhe këtë ta kam kërkuar dhe ta kërkoj edhe dhe unë me shumë kënaqësi për gratë që janë në dhunë, ose ende janë në procesin që nuk po mundën dot të reintegrohen me gjithë suportin ose ndërmjetësimin e institucioneve. Po, unë dua të pyes, tani do ta jap zonja Ballauri. Vera, ndërkohë, po me zonjën Fatime Frexha, i kishe miqësi? Po, kam ne edhe me Fatimen, për sa foli zonja para tjetë për punën e dhunës, nuk ka pas as edhe një herë drejtë, nuk janë mbrojt as edhe një herë nanat. Si ishte ta kishe mike, ishit mike bashkë apo? Po. Si ishte marrëdhënia që kishit? Mund të më rrëfeni ndonjë episod nga miqësia juaj? Unë e kam mojtë apër se më kallëvejmë si nanë, si plak, si njëri vetëmum. Por jam kënë vete vetëmum e s'kam pas kur qaj për as vetët as asaj. Për çfarë ishte penduar më së shumë të i Fatimja? Çfarë pengu kishte gjithashtu edhe Fatimja? Jam penduar se nuk e kontrollova vetë ke qantën për para se sa me marrë me mjequ në burg. E kuptoj. Okej, Vera, faleminderit. Do kërkoja nga regjia që zonjë Vera Camaj të na e sillnit në studio, sepse ka një merak të cilin do ta bëj këtu në studio live në fund të emisionit dhe duke qenë se jemi në minutat e fundit, kërkoj nga regjia, nga regjizori Gëzim Zota, ju lutem na e sillni në studion qendrore Vera Camaj. Ndërkohë fjala në fund i kalon në Elsa Ballaurit, pas gjithçka dëgjuat dhe sidomos këtë dram që përjeton një zonjë në moshë tani. Të them drejtën, ky nuk është një rast thjesht individual. Ne duhet mendojmë shumë më tepër për gjitha rastet. Edhe kam përshtypjen se secili nga rastet që u dha këtu është shumë interesante, mënyra si ju i keni përzgjedhur është shumë specifik. Por ajo specifik nuk duhet të mbetet aq dhe asnjëherë nuk e shikoj këtë gjë se çfarë po ndodh me ato dhe më tutje. Ne duhet bëjmë një analizë shumë të madhe e cila padyshim nuk do të ndihmojë vetëm këta persona, por do ndihmoj një kategori të caktuar dhe do të na krijojë neve mundësinë të kuptojmë dhe të mësojmë se si duhet merremi akoma më shumë me këtë kategori, të ndërtojmë ne një strategji se si duhet marrë me këtë. Në rastin e fundit unë mendoj që ai person është pasojë e varfërisë së madhe. Domethënë njerëz të tillë ke sa të duash në Shqipëri. Dikush po, dikush jo, dikush ka një temperament më të ndryshëm nga tjetri. Ky rast në krahasim me një tjetër rast që nuk ka qenë në burg, po ka pothuajse të njëjtin në realitet. Unë nuk mendoj se do flasim për favorizime. Unë mendoj se ne duhet flasim për të drejta.
që do të thotë që çdo person ka të drejtë të trajtohet në burg si njeri, ka të drejtë të trajtohet në jashtë burgut si njeri, si një qenie njerëzore. Me të gjithë të drejtat, e di çfarë bën burgu? Burgu vetëm privon lirinë, por nuk privon asnjë gjë tjetër. Nuk privon faktin që ajo mund të kishte një çantë dhe mos kishte atë qesen e grisur. Kjo është anormale. Ju thash që kur isha në Angli, më duk sikur ishte hoteli me 4 yje. Dhe ai burg me 4 yje ai është mbyllur për arsye se nuk i plotësonte nevojat e duhura për gratë. Mendoni tani, domethënë sigurisht ne gjithmonë themi që mos e krahasoni Shqipërinë me vende tjera, po ne jemi duke shkuar drejt rrugës së krahasimit. Pa këto krahasime të mira ne nuk mund të bëhemi dot. Prandaj unë mendoj se më shumë se kaq, rasti i fundit ka nevojë për një studim për të parë se çfarë ndodh me varfrinë. Sa njerëz mund të shkojnë në krim për varfrinë, sa njerëz mund të shkojnë në shkelje të ligjit për hir të varfrisë. Dhe kjo është një studim i jashtëzakonshëm, shumë i nevojshëm. Pa bërë këtë studim, le të jetë sa të duar sinkronizim mes instituteve cila do ndihmojnë këtë personin. Është vetëm flitet për një person, flitet për 50, ja për 100 veta, s'janë asgjë në krahasim me atë që po ndodh në shoqëri. Dhe nëse ajo gjëja vazhdon të ndodh në shoqëri, ti po thuaj se s'ke bërë asgjë me rregullimin e 100 vetave që ju dhe nga një punë, ju dhe buk të hanë dhe ju the bolle keni dhe ka gjë, dhe s'ju dhe dinjitet akoma. Prandaj është shumë e rëndësishme ajo që flasim për të drejtat, padyshim që dhe duhet jetë me gjërë se kaq. Dhe të gjitha institucionet, të gjithë së bashku ne, media bashk, dhe të gjithë ne duhet të bëjmë një vëzhgim shumë të hollësishëm dhe të analizojmë, por nuk gjetëm shkaqet të cilat padyshim nuk rregullohen me njëherë, nuk them që Shqipëria do bëhet me njëherë si një vend i përparuar i Evropës, por duhet i gjejmë shkaqet dhe t'i pranojmë ato. Se ne kemi dhe një zakon, nuk i pranojmë ato gjëra që i quajmë sikur janë përgjegjësia jonë, dhe sepse i quajmë faje. Në fakt s'është ashtu. Të gjithë jemi në procesin e përmirësimit të gjërave. Rruga drejt demokracisë plotë shumë e gjatë. Për shumë vende ka qenë me shekuj, por ne do jetë me 2 fish shekuj. S'ka rëndësi se si, por do jetë shumë e gjatë, kështu që gjithë kjo, unë e shoh një gjë, në qoftë se do ndihmojmë vërtet dhe do t'japim dinjitet këtyre personave që janë tani, duhet jemi shumë më serioz në lidhje me atë se çfarë ndodh me ta dhe si duhet përmirësuar sistemi. Edhe një tjetër informacion që dua t'jap publikut, kemi folur për gratë, 6 gratë të cilat kanë, siç e tham, nevoja emergjente, kanë nevojë për ndihmë. Me 4 ndërkohë, ka informacion, mund të më informoni? Janë edhe 2 raste tjera që i kanë ndjekur Top Channel, por nuk duan të bëhen publike vetë persona, por që janë rehatuar me punë sezonale. Nga këto të 4-ta, pra janë 2 që janë rehabilituar. Këtyre 4-ave që folim, ne deri tani kemi folur për Anilën, për Verën, për Fatimen, për Dallën Dyshen, nuk referuam si rast të ju, sepse është rast i zgjidhur. Është edhe një person tjetër cilin unë s'dua ta them tani, ka qenë pjesë e një spektakli televiziv në Top Channel, edhe në momentin e fundit u tërhoq, nuk e di arsyen pse është tërhequr, por ju sigurua edhe puna edhe strehimi për arsyet e saj personale. Nuk pranoj. Kështu që mendoj që për këtë 6 gra është bërë shumë punë dhe sigurisht kjo ka ardhur falë sensibilizimit medias, të shoqërisë dhe gjithëve ne së bashku, sepse një dorë... Kam përshtypjen se ju si institucion mund të dilni shumë më shpesh në publik, në kuptimin jo thjesht në media, se media është një anë, por në publik të rinjve, për shembull, të fëmijëve të vegjël, cilë mund dilni me shembuj, me dokumentar të vegjël, me intervista të ndryshme nga ajo. Kjo do ishte një pjesë për të krijuar, sepse ndofta dhe burgu të nesë është psikologji shumë e rëndë. Burgu është ajo që mban kriminele, dhe ata kriminele janë totalisht kriminele gjithmonë. Se duhet ta mbyllim, ndërkohë le të hyj Vera Camaj në studio në emisionit Njerëz në Fokus për të përmbushur merakun që kishte. Përshëndetje. Çfarë do bëj Vera po tani? Përshëndetje Vera. Atëherë shoh që ke një dhuratë. Po për ka dhurata, po ti e di që unë nuk marr dhurata. Kjo do të merret. Dhe kam dëshirë se e kemë dëshirim. Mund ta hapim ndërkohë dhuratën? Mirësia dhe e vërteta mos të lëndshin kur. Lidhi rreth qafës, shkruaj mbi tabelën e zemrës, sate, do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Zotit dhe të njerëzve. Faleminderit, është shumë surprizë e bukur. Faleminderit shumë. Ajo është shumë mirënjohëse. Mirënjohja atyre është i kalon gjithë kufit. Në poshtë Shqipëria, edhe një shqiptar, Shqipëria ndryshon të. Wow, Vera.
Faleminderit, Vera. Faleminderit. Faleminderit. Eja këtu pranë meje, Vera. Edhe le ta mbyllim bashkë emisionin. Shumë faleminderit që ishe me ne këtë mbrëmje. Faleminderit shikuesve që na ndoqët. Faleminderit gjitha zonjave të nderuara që kisha sonte në panel. Ju kujtoj se ky emision ritransmetohet sonte në mbrëmje pas edicionit fundit të lajmeve, ndërkohë që një ditë më pas e gjeni të ritransmetuar po në News 24 diku rreth orës 14:30 dhe patjetër që një ditë më pas e gjeni edhe në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. Ju falenderoj për vëmendjen dhe për mesazhet që na keni dërguar. Shpresoj që t'ju kemi dhënë përgjigje pyetjeve që ju na adresuat. Natë në mirë.